kanet kur zgjohem në errësirë dhe dua vetëm ta dëgjoj atë zë. Jo muzikë, jo zërat e njerëzve përreth, jo as heshtjen e qetë të natës, por atë zë të veçantë që ekzistoi vetëm brenda meje, vetëm për disa muaj, vetëm një herë në jetën time. Ishte si tingëllima e një fjale që nuk arriti kur të shqiptohej plotësisht, si një melodi e nisur e ndërprer para akordeve të para. Dhe çdo mëngjes, kur hap syt dhe shoh dritën e bardhë të ditës duke hyrë përmes perdes, kjo ndjenjë bie mbi kraharorin tim si guri i parë një avalanxhi, e rëndë, e ftohtë, e pashmangshme. Nuk di si ta quaj atë që ndodhi. Ka njerëz që e quajnë tragjedi, të tjerë që e quajnë padrejtësi, disa që tentojnë ta shpjegojnë me fjalë filozofike ose gjuhën e psikologjisë. Por unë, Besa Dumishi, e quaj me emrin e vetëm që i takon, plag. Plag që nuk mbyllet kurrë plotësisht, që kthehet çdo herë që sheh një fëmijë duke qeshur me gojë të hapur, çdo herë që dëgjon një nën duke thirrur emrin e vajzës së vet, çdo herë që tek e tre duart e tua që mund kishin mbajtur, por nuk mbajtën kurrë. Dua të tregoj historinë time, jo për të ngjallur mëshirë, jo për të kërkuar falje, jo sepse jam heroin ose viktim, por sepse kjo histori ekziston, dhe heshtja e mban të gjallë brenda meje si një zjarr i mbuluar me hi, duket i shuarur, por digjet akoma. Dhe nëse ka edhe një grua atje jashtë, duke lexuar apo dëgjuar këto fjalë, e cila ndjen se jeta po e shtyp, po e bën të ndihet jo e plot, jo e mjaftueshme, jo e denj, dua ta di se nuk është vetëm. Dua ta di se zëri i saj ka vlerë. Dua ta di se historia e saj ka vlerë. Edhe ty, që po dëgjon tani, të kërkoj diçka të vogël. Nëse ke ndjerë ndonjëherë se dikush ta ka marrë zgjidhjen nga duart, se dikush ka vendosur për ty si të ishte e drejta e tij absolute, shkruaje në komente. Shkruaj vetëm fjalën e kuptoj, ose edhe unë, sepse ka momente kur vetëm ajo ndjesia e njohjes, ajo dije se dikush tjetër ka ecur mbi të njëjtat gur, mjafton të mbash gjallë. Tani le të fillojmë nga fillimi, nga ajo ditë e re e jetës sime, nga ato sy të zinj, nga i buzëqeshi që mu duk si shtëpia e parë e vërtet që pata ndonjëherë. Kur takova Ardianin, kisha 23 vjet dhe besoja sinqerisht se dashuria ishte diçka që ndodhte një herë, thellë dhe qëndronte. Jo siç e tregojnë filmat, me orkestra dhe koincidenca të mrekullueshme, por si druri i pemës, ngadalë, pa bujë, por me rrënjë të thella. Kisha miq, kisha punën time, kisha planet e mia. Nuk kisha vajza që priste princin. Kisha mësuar herët se princi ishte shpesh vetëm një mit tjetër që u tregohej vajzave për t'i mbajtur të qeta. Por Ardiani nuk dukej si asnjë nga figurat e miturizuara. Ishte i qetë, i matur, me atë lloj besimi të lirë që nuk kishte nevojë të vërtetohej me fjalë. E kisha parë herë në parë në një dasëm, jo si protagonist, por si ai lloj njeriu që qëndron anash dhe vëzhgon skenën. Kishim shkëmbyer vetëm 2 fjali atë mbrëmje. Ai kishte pyetur si e njihja Nusen dhe unë i kisha shpjeguar duke treguar me dorë nga ana e dromës. Kaq, 2 fjali dhe largimi me hapa të lirë. Por ato 2 fjali kishin mbetur, jo si diçka romantike, por si kurioziteti i papërmbushur, lloji i pyetjes që nuk e harroni kurrë, edhe pse nuk dini pse ka rëndësi. Dhe pastaj, disa muaj më vonë, e takova sërish, këtë herë në kafenen ku ulesha çdo shtunë me librin tim. Ai hyri, më pa, ndaloi pak, kisha shikuar lart dhe kishte thënë, me atë ton të drejtë e modest, vajza nga dasma e mirës, jo shipyetje por si njohje. Dhe unë kisha qeshur, jo qeshja e politesës, por ajo qeshja e vërtet që del pa leje. Ishim ulur 2 orë, pastaj 3. Kishim folur për libra, për punën, për qytetet ku ishim jetuar. Kishin qenë biseda me substancë, ato lloj bisedash ku njeriu ndjen se po njeh dikën në thellësi, jo vetëm si përfaqen e rregulluar. Dhe kur ishim ngritur, kishin shkruar numrat e tyre njëri tjetrit dhe kishin ikur në drejtime të ndryshme. Pas atij takimi, Ardiani kishte telefonuar 2 ditë më vonë. Kisha kuptuar nga toni i tij se nuk ishte njeri i fjalëve boshe. Kishte thënë se donte të dilnim sërish dhe kisha pranuar, jo sepse kisha vendosur dëshmë diçka, por sepse ajo biseda e parë kishte lënë nevojën për të vazhduar. Disa muaj kalonin kështu, daljet, bisedat, ajo ndjesia e rritjes së besimit gradual. Ardiani ishte i sjellshëm, i respektueshëm, më dëgjonte me vëmendje reale, lloji i vëmendjes që i kushton shumë njerëzve, lloji që tregon se ty të konsideron seriozisht. Me të ndihesha e plotë dhe aftësi, jo si një zbukurim i botës së tij, por si partnere e barabartë. Nuk e shihja se çfarë po vinte, nuk mund ta shihja sepse sipërfaqja ishte e bukur, dhe unë, si shumë gra para meje, isha mësuar të besoja sipërfaqen. Familja e Ardianit jetonte në qytetin e tij, një qytet pak kilometra larg qytetit tim. I kisha takuar herët here, fillimisht rastësisht, pastaj të organizuara.
Nëna e tij, zonja Fatmire, ishte grua e moshës mesme me fytyrë të rregulluar dhe sy që vëzhgonin gjithçka. Kur fliste, i kthente kokën pak në anash, gjestin i dikujt që vlerëson çdo fjalë para se të dalë. Babai i tij, shefqeti, ishte më heshtur, por ajo heshtja ishte lloji i heshtjes me peshë, jo vzbërstire, por densitet. Ai kishte 2 vëllezër, Erionin edhe Blerimin, dhe një motër, Blertën, që jetonte jashtë vendit. Herët e para, ata mu dukën njerëz normal, jo të ngrohtash jashtëzakonisht, por normal. Madje kishte momente kur zonja Fatmire kishte e këndshme, kishte pyetur për familjen time, ofrori çaj dhe kek të bërë në shtëpi, kishte bërë komentet e ato lloj komplicitetesh të vogla feminine që krijohen me disgrave. Por kishte pasur diçka e vogël, e hollë si filmi mbi sipërfaqen e ujit. Ishte mënyra se si zonja Fatmire shikonte herë të gjaltë e saj me atë krenari pronosie. Ishte mënyra se si fjalët e shefqetit mbyllnin diskutimet siç mbyllet dera me qelës. Ishte ajo ndjesia e hierarkisë së padukshme, jo të shprehur me krudeli, por e pranishme si infrastruktura në asfaltin e rrugës. Kisha folur me Ardianin, disa herë. Ai kishte qeshur lejt dhe kishte thënë se nëna e tij është ashtu, pak e fortë, por zemre mirë. Dhe unë, me atë besim të ri të dashurisë, e kisha besuar, ose më sakt, kisha dëshiruar ta besoja, që nuk është e njëjta gjë. Propozimi kishte ardhur natën e shtatorit, në terracën e shtëpisë sime ku kishim pirë kafe duke parë qiellin. Ardiani nuk ishte unaz, nuk ishte gjeste të egzageruara. Kishte thënë me atë zë të qetë dhe të drejtë: "Dua të jem me ty, gjithmonë, nëse edhe ti dëshiron." Dhe kishte kënd kaq thjesht e rënd, kaq e drejtë, sa kisha ndjerë se pyetja kishte qenë gjatë gjithë kohës ekzistuese dhe ai vetëm e kishte shqiptuar. Kisha thënë po me tërë veten. Ajo natë kishte qenë ndoshta e fundit kur kisha ndjerë paqe të plotë. Dhe nuk e dija. Nuk dija se po thoja po, jo vetëm Ardianit, por edhe gjithë shkaje që vinte me të. Dasma u bë pas 6 muajsh angazhim, një ceremoni e madhe, siç duan familjet e tilla, me tryeza të gjata, muzikë deri natën, të afërm që vinin nga shumë anë. Kishim bërë gjithçka siç duhej, ftesa, veshja, traditat. Unë kisha qenë e lumtur atë ditë, lumtura e vërtet, jo ajo performative. Kisha shikuar Ardianin para altarit. Ai qeshte me atë qeshje të tij të ngushtë, të sinqertë, dhe kisha menduar se jeta jote tani do të ndërtohej mbi diçka solide. Ajo ditë kishte qenë edhe hera e parë kur zonja Fatmire kishte thënë diçka që ma kishte ngrirë qastin. Ishim ulur mes dasmorëve, salle i gazit dhe zhurmës, dhe ajo kishte ardhur pranë meje me gotën e saj, duke ulur zërin disi. Kishte thënë: "Tani je nuse e shtëpisë son. Shtëpia jon ka rregullat e veta." Dhe pastaj kishte qeshur, si nëse kjo kishte qenë një kompliment. Unë kisha qeshur sërisht, atë lloj qeshjeje të hollë, të patreguar të gruas që nuk dëshiron ta thyej gëzimin e ditës. Por fjala kishte mbetur: rregullat, rregullat e shtëpisë, jo zakonet, jo traditat, jo vlerat, rregullat, fjalë administrative, fjalë hierarkisë, fjalë pushtetit. Kisha kaluar atë natë duke mos shkëmbyer në veten. Ndoshta kishin qenë thjesht fjalë, ndoshta kisha qenë shumë e ndjeshme, ndoshta isha duke krijuar drama ku nuk kishte. Ky ishte gabimi im i parë. Mendimi se ndjenjat e mia ishin problemi, jo ngjarja që i shkaktoi ato. 6 muajt e parë të martesës ishin relativ. Jetonim në shtëpinë tonë, jo shumë larg nga prindrit e Ardianit, por të veçantë. Ardiani punonte mirë, unë kisha punën time, kishim jetën tonë. Kishte momentet e prindërve, vizitat e fundjavave, darkave të organizuara, por jetonim kryesisht si çift i pavanur. Por gradualisht, pa e kuptuar se si, pesha e familjes kishte filluar të bjerë, jo me ngjarje të mëdha dramatike, asgjë kur nuk fillon me dramë të madhe menjëherë. Fillon me gjërat e vogla, me komentet, me pyetjet. "Besa, pse nuk vjen çdo të premtet e ne?" kishte pyetur zonja Fatmire me atë ton që nuk ishte pyetje, por pritshmëri e ngritur në formë pyetjeje. "Besa, pse gruaja jote nuk gatuan shqip? Ardiani është mësuar me ushqimin ton." Kjo vinte gjithmonë si gjysmë shaka, por thumbi ishte i vërtet. "Çfarë mendon familja jote për fëmijët? Sa herët planifikoni?" Kjo kishte ardhur herët, shumë herët, pothuajse si çështje administrative dhe jo si temë private mes çiftit. Ardiani dëgjonte, por nuk ndërhynte gjithmonë. Kur flisja me të, ai thoshte se nëna e tij kishte dashuri të madhe dhe nuk duhej marrë aq seriozisht. Dhe unë sërish kisha gjysmë besuar.
Kisha menduar se ndoshta unë, si vajzë që rritur ndryshe, me familje tjetër dinamike, nuk e kuptonja plotësisht këtë lloj afeksioni familjar të zhurmshëm. Por dashuria kur nuk koekziston me zhbërjen e shtrirë sistemike të dikujt tjetër. Dashuria nuk zhvesh identitetin tënd për ta zvendësuar me shërbim të pritshmërive të tjetrit. Këtë e dija, por ende nuk po e shihja plotësisht. Muaji 8 i martesës, ky ishte momenti kur çështja e fëmijëve mori formë konkrete dhe pesha e saj u bë e pabarueshme. Kisha qenë e ftuar, jo në çift, por vetëm unë, në darkën familjare të premtes. Ky ishte tashmë zakoni vendosur nga zonja Fatmire. Çdo të premte, darka familjare, dhe gratë hanin bashk, ndërsa burrat uleshin pak të veçantë. E kishte quajtur zakon familjar, dhe Ardiani kishte shpjeguar se kjo ishte gjithmonë kështu. Atë mbrëmje, rreth tryezës, ishin mbledhur zonja Fatmire, Tezja Vjolloca, motra e saj e madhe, dhëndrasi tjetër, gruaja e Blerimës, që ishte re e familjes, dhe motra e largët Mrika, që vizitonte rrallë, por kur vinte gjithçka merrte ton tjetër. Mrika kishte folur direkt, ky ishte stili i saj, pa zbukurim, pa protokoll. Ajo kishte thënë duke ngrënë si të ishte bisede zakonshme: "Besa, ti sa herë ke bërë test shtatzanie, sepse po kalon koha." Kisha vënë lugën poshtë, kisha shikuar rreth tryezës, zonja Fatmire priste, Tezja Vjolloca priste, edhe gruaja e re e Blerimës, që vetë kishte lindur djalin e tyre para 6 muajsh, priste sikur kjo pyetje ishte plotësisht normale. Kisha thënë, me gjakftohtësinë e llogaritur: "Kjo është çështje midis meje dhe Ardianit." Kishte qenë e qetë, e civilizuar, por Mrika kishte vazhduar: "Po sigurisht, por familja ka interes. Ardiani është djali vetëm i denj, duhet djalë." Dhe me atë fjalën e fundit djalë, kishte kaluar diçka përmes ajrit të dhomës si një ndryshim temperature, i panjohur por i ndjeshëm. Djalë, jo fëmijë, jo jetë, jo shëndet, djalë. Natën kur i kisha treguar Ardianit, ai kishte heshtur disa sekonda dhe pastaj kishte thonë: "Mos i merr aq seriozisht, ata janë mësuar kështu." Kisha dashur t'i thosha se mësuar kështu nuk është justifikim. Kisha dashur t'i thosha se kur dikush të diskriminon bazuar në gjini edhe para se të lindësh, nuk është tradit, është padrejtësi. Por kisha heshtur. Kishim bërë atë gjë që çiftet bëjnë kur nuk duan konflikt. Kishim folur për diçka tjetër. Shtatzania kishte ardhur pas 1 viti martese. Nuk e kishim planifikuar për atë moment, por nuk kishim mbrojtur veçanërisht. Kur kishim vënë vijën e dytë në test, kishim qeshur të dy. Kisha qenë lumpur me atë gëzim fisnik që kalon si rrymë elektrike në trupin e parë. Ardiani kishte qenë gëzimi i vërtet. Kisha vënë atë gëzim dhe kisha menduar se gjithçka do të ishte mirë, se fëmia do të ndërtonte urën, se do t'i transformonte marrëdhëniet, do të sillte paqe. Unë, naive e dashurisime, nuk dija se ura shpesh ndërtohet mbi trupin tënd. Njoftimi ndaj familjes kishte shkaktuar sken të papritur gëzimi. Zonja Fatmire kishte ngritur duart si për lutje, Tezja Vjolca kishte qarë, Shefqeti kishte buzëqeshur me atë buzëqeshje të rrallë të tij dhe kishte thënë: "Më në fund." Jo urime, por më në fund, si nëse shtatzënia ime kishte qenë detyrë vonuar. Por ky gëzim kishte ardhur i shoqëruar menjëherë nga diçka tjetër. Edhe para se kisha dalë nga dhoma, zonja Fatmire kishte thënë: "Kjo herë duhet të jetë djalë, familja jon ka nevojë për djalë." Kisha ngritur syt nga Ardiani. Ai kishte buzëqeshur me shqetësim. Atë lloj buzëqeshje që thot: e di, por çfarë mund të bëj?" Kisha kuptuar atë moment se gëzimi i tyre nuk kishte qenë i plot. Kishte qenë me kusht, dhe kushtin nuk kisha mundur ta plotësoja vetë. Askush nuk mundet. Shtatzënia kishte ecur mirë fizikisht. Ndihesha mirë, megjithse lodhja e parë ishte e vështirë. Mjeku kishte konfirmuar se gjithçka ishte normale dhe ky lajm kishte sjell lehtësi. Por koha kishte sjell gjithashtu rritjen graduale të presionit nga familja e burrit. Çdo vizitë kishte bërë të njëjtin ritual: pyetjet e gjinis, sugjerimet e emrave mashkullor, historitë e grave të tjera nga familja që kishin sjell djem, si nëse kjo kishte qenë arritje e tyre personale dhe jo thjesht biologji. Zonja Fatmire kishte filluar të vinte shpesh. Vinte me ushqim, me sfaqe, me gjëra për shtëpinë. Në dukje, ndihmë, në realitet, prani e vazhdueshme, vëzhdimi vazhdueshëm, rregullimi vazhdueshëm. Fillonte nga gjërat e vogla: "Besa mos hakte, nuk është mirë për shtatzënin", dhe zgjatej deri te komentet për punën. "Kur do ta lësh punën? Fëmia ka nevojë për nën shtëpie."
Për rrobat, mos vish kaq të ngushtë, nuk është mirë t'ua tregosh. Për marrëdhëniet tona si çift, Ardiani ka punë të rënda, mos e lodhni me gjëra të vogla tani. Çdo herë që doja të kundërshtoja, Ardiani ishte aty me frazën e tij. Ama mirë ka qef, kjo është forma e dashurisë së saj. Dhe unë filloja ta urroja atë frazë. Jo Ardianin, atë dua ta besoja, por frazën, sepse ajo frazë ishte armë pa tehun e dukshëm, të çarmotoste pa të lënë gjurmë. Muaji i pestë, vizita e ekografisë për gjinin. Kishin ardhur të dy, unë dhe Ardiani. Kishim dalë me shpresë, me gëzim, me atë nervozizëm i cili është i pastër sepse buron nga dashuria. Sala e pritjes kishte qenë e mbushur me çifte të tjerë, disa të gëzuar, disa të shqetësuar, shumë të shpresshëm. Mjekja, zonja Elvana, grua e moshës së mesme me sy të kthjellët, kishte bërë ekografin me durim dhe përpikëri. Kishte heshtur pak dhe kishte thënë: "Gjithçka duket mirë, foshnja është shëndosh." Kishte bërë pauzë dhe pastaj kishte shtuar: "Doni të dini gjinin?" Kishin folur të dy. "Po." "Vajzë," kishte thënë mjekja, "keni një vajzë të shëndosh." Kishte qenë çast drite. Kishte qenë sekond kur bota ndalon dhe ti ndjen diçka kaq të thellë sa nuk ka emër. Kisha imagjinuar emrin e saj, buzëqeshjen e saj, duart e saj të vogla. Kisha imagjinuar veten duke i treguar botën, duke e mbajtur, duke dëgjuar. Por ajo ndjesi kishte zgjatur vetëm disa minuta, sa koha e udhëtimit shtëpi, sepse kur kishim arritur, zonja Fatmire ishte aty, duke pritur. Nuk e di si kishte mësuar kaq shpejt. Ndoshta Ardiani kishte dërguar mesazh rrugës, nuk ja kisha pyetur, nuk guxoja ta pyesja, por ishte aty, në kuzhinë, duke bërë çaj si nëse kishte ardhur rastësisht, si nëse prania e saj nuk kishte asnjë lidhje me lajmin. Ardiani kishte hyrë i pari. Zonja Fatmire kishte shikuar fytyrën e tij dhe ishte kuptuar menjëherë. E kishte kuptuar nga ajo heshtja e re, nga ajo mënyrë se si ai ul syt pak. Kishte pyetur me zë të qetë: "Çfarë është?" Ardiani kishte hequr rrobën. "Vajz, mama." Kishte qenë heshtje, jo heshtja e reflektimit, por ajo heshtja e pjetër, ajo që vjen para furtunës. Zonja Fatmire kishte ulur kupën e çajit ngadalë, kishte kthyer kokën, kishte shikuar jo Ardianin, por mua. Me atë shikim, e di atë shikim, dhe do ta mbaj gjithmonë, nuk mund të gënjehem se nuk e kuptova çfarë thoshte. Shikimin e dikujt që ka vendosur dëshë kush është fajtor. "Vajz," kishte përsëritur, jo si pyetje, si konfirmimi pa shmangshëm i diçkaje të keqe. Kisha qenë duke qëndruar në derën e kuzhinës, kisha ndjer trupin si peshë, të rënd, të ekspozuara. Kisha pasur dëshirë të vendosja duart mbi bark, gjest protektiv, i pavullnetshëm, por kisha hezituar sepse doja të dukeshim normal, doja të pretendoja se kjo ishte thjesht lajm, të cilin ata do të pranonin dhe jeta do të vazhdonte. Por zonja Fatmire kishte thënë: "Ardiani, ka duhet djalë, e dini çfarë do të thotë kjo?" Kishte thënë "ka duhet" si fakt fizike, si ligj natyror, si nëse shtatzania ime kishte dështuar teknikisht. Unë kisha hapur gojen, por Ardiani kishte folur para meje. "Mama, do të shohim, tani mos..." "Çfarë mos?" kishte prerë ajo. "Familja ka nevojë për vazhdimsi. Kjo e di." Kisha dalë nga dhoma, kisha shkuar në dhomën e gjumit, kisha mbyllur derën dhe kisha qëndruar në heshtje, me shpinën pas derës, duke dëgjuar zërat e mbutura. Nuk dëgjoja fjalët, dëgjoja tonin, dhe toni ishte mjaftueshëm. Atë natë, Ardiani kishte ardhur vonë. Kishte qëndruar buz shtratit. Kisha pretenduar se flija. Nuk kishte folur, por kisha ndjer peshën e tij ndërsa shtrihej, peshën e heshtjes së tij, peshën e gjërave të pashprehura. Ditët pas asaj ekografie kishin marrë ritëm të ri, jo tragjik, jo dramatik, por i qëndrueshëm dhe i zymt, si shi i holl dimëror që nuk reshton kurrë. Zonja Fatmire vinte më shpesh. Tezja Vjolca kishte telefonuar 2 herë, jo me tone dashamirëse, por me atë ton të veçantë të brengosjes familjare, që në fakt ishte presion. Edhe Blerim, vlla i Ardianit, kishte bërë një koment gjatë darkës familjare të radhës, koment të bërë me një buzëqeshje si nëse ishte shaka, por asnjëri nuk kishte qeshur vërtet. Blerim kishte thënë: "Mirë është, vajzat janë të bukura, por Ardiani ka nevojë për djalë gjithashtu, jo?" Dhe kishte shikuar te gruaja e tij, Valdeta, me atë krenari të qetë, dhe ajo kishte kuptuar dhe kishte ulur syt,
dhe unë kisha kuptuar gjithçka nga i shkëmbimi vetëm vizual. Familja e Ardianit kishte djalë, Blerim kishte djalë. Erioni, vllai tjetër, jetonte jashtë por kishte 2 djem. Ardiani nuk kishte asnjë. Dhe unë që kisha qenë shumë e guxueshme të bartesha vajzë, kisha bërë gabimin e fajshëm. Absurditet biologjik, padrejtësi primitive, mendësi e kohës mesjetare. I quhesha kështu brenda vetes, por jashtë flisja me kujdes, sepse kisha kuptuar tashma se çdo fjalë ime e vërtet kishte pasoja për qetësinë e shtëpisë, dhe qetësia e shtëpisë kishte pasoja për Ardianin, dhe Ardiani, unë ende besoja, kishte nevojë për mbështetjen time. Ky ishte kurthi i dytë, qetësia e tjetrit si prioritet mbi drejtësinë e vetes. Ardiani ndryshoi gjatë atyre javëve, jo papritur. Ndryshimi gradual është më i rrezikshëm sepse nuk e shet dot kurrë saktësisht kur fillon. Fillimisht ishte vetëm heshtja e shtuar. Ai flisni më pak kur kthehej nga puna. Pastaj ishte largësia. Ai rrinte përpara televizorit kur dikur kishin folur gjatë mbrëmjeve. Pastaj kishin ardhur ditët kur kishte shkuar te familja vetëm, pa mua, dhe kishte ardhur vonë me frymë të rëndë dhe sytë e lodhur. Kisha pyetur, çfarë flisni atje? Kishte heshtur. Kishin pyetur sërish. Kishte thënë, gjëra Besa, gjëra familjare. Unë jam familje gjithashtu, kisha thënë. Kishte shikuar mua me atë shikimin e njeriut të coptuar mes 2 forcave të kundërta. Dhe me atë shikim, kisha kuptuar se kishte tashmë një grindje brenda tij. Kishte tashmë 2 zëra, dhe nuk kisha e sigurt se cili kishte zë më të lartë. Muaji i 6 kishte sjell darkën kur gjithçka kishte kaluar pragun. Ishin mbledhur të gjithë, darkë e zakonshme e premtes, tryeza e madhe, gjithë familja. Kishte qenë periudha kur shtatoret fillonin të ftoheshin dhe drita e mbrëmjes ishte ajo ngjyrë mes amberit dhe hirit. Ushqimi kishte qenë i mirë, bisedat fillimisht normale. Por pas darke, ndërkohë që pinim kafe, shefqeti kishte filluar të fliste. Ai fliste rrallë, por kur fliste, gjithçka ndalonte. Kishte folur ngadalë me atë autoritet të lirë të njeriut që nuk ka nevojë të ngrejë zërin, sepse gjithkush dëgjon çdo herë. Kishte thënë, ne kemi folur si familje, Besa, ti je nuse e mirë, por shtëpia jon ka vazhdimsi. Duhet djalë gjithashtu. Ky fëmijë, kjo vajzë, nuk mund të jetë fëmia i vetëm. Ose bëni sërish, ose kishte ndaluar. Ose çfarë, kisha pyetur me atë zë të qetë, çuditërisht të qetë. Zë i gruas që di se po kalon kufirin dhe e kalon me sy të hapura. Shefqeti kishte shikuar mua me atë shikimin e njeriut të coptuar mes 2 forcave të kundërta. Dhe me atë shikim, kisha kuptuar se kishte tashmë një grindje brenda tij. Kishte tashmë 2 zëra, dhe nuk kisha e sigurt se cili kishte zë më të lartë. Ardiani kishte marrë natovin darkën e vonë. Kisha qenë zgjuar, kisha lexuar ose pretendoja të lexoja. Kur kishte hyrë sytë e tij ishin qarë. Kisha parë atë dhe kishte momenti i parë pas disa javësh kur kisha ndjerë diçka si dashuri e vjetër, të kulluar, atë dashuri që kishim presë gjithçka të merrte këtë rrugë. Kishte ardhur dhe ulur buz shtratit. Kishte thënë, ata kanë bërë presion shumë Besa, ata mendojnë se e di çfarë mendojnë. Unë nuk jam si ata, kishte thënë, dhe kisha dashur të besoja. Kisha dashur kaq shumë të besoja. Kisha parë si kjo fraze goditi atë, kisha parë si kishte gëlltitur diçka. Kishte thënë, unë do të mbroj familjen tonë. Por fjalët dhe veprat janë 2 gjëra të ndryshme. Dhe gjatë javëve që pasuan, kisha filluar të shoh se kur vinte çasti i vërtet, kur ishte aty familja, kur ishte presioni, Ardiani heshte. Jo nga keqdëshje, besoj, por nga frika, nga i lloj frike i thellë dhe i ngulitur prej dekadash. Frika e njipit që ka rritur një familje hierarkike dhe di se zëri kundër hierarkisë ka çmim. Problemi ishte se çmimi i atij frike nuk pagohej nga ai, pagohej nga unë. Javët pasuan me një ritëm të dhimbshëm. Kishin shtuar presionin nga gjitha anët, vizita, telefonata, mesazhe. Zonja Fatmire sjellte gjëra për shtëpinë dhe gjatë vizitave fliste pandalur për djajet e familjeve të tjera, për gruan e Erionit që kishte dhënë 3 djem, për traditën e shtëpisë. Tezja Vjolca kishte nisur ta quante vajznuse, me atë ton ku fjalët ishin të ëmbla, por kuptimi nuk ishte. Dikur, gjatë një vizite, zonja Fatmire kishte thënë, Besa, keni pasur fat edhe me vajzë, por duhet plotësia, fëmia vajzë nuk mund t'jetë e vetmja, kjo e dini ti vetë. Nuk e di fare, kisha thënë atëherë, çuditërisht i qetë. Unë mendoj se fëmiji i shëndosh dhe i dashur është plotësi,
pavarësisht gjinisë. Zonja Fatmire kishte parë me atë shikim, pak si e befasuar, pak si e fyer. Ti ke mendim tënd, kishte thënë, kjo është mirë, por shtëpia jon ka mendim tënd gjithashtu, dhe kur jetosh brenda shtëpisë son, duhet ta konsiderosh. Jetoj në shtëpinë time, kisha thënë, qetë me qartësi. Ajo kishte ngritur dhe kishte ikur pas pak. Pasojat I kisha parë mbrëmjen asaj dite kur Ardriani kishte ardhur me atë fytyrë, fytyrën e njeriu që ka kaluar konflikt dhe nuk ka dalur I plot nga asnjëra anë. Ajo ka ardhur tek mua, kishte thënë. Ka thënë se ti ke qenë e egër me të. E egër? Kisha thënë se jetoj në shtëpinë time. Kjo është e egra? Di çfarë po them. Me ata duhet pak, kishte hequr dorën. Pak çfarë, Ardrian? Pak të duroj injusticën, pak të pretendoj se nuk po ndodh? Kishte heshtur. Ishte kjo heshtja e tij që kishte filluar të gërryej bazën e besimit tim, jo fjalët e familjes së tij. Ata ishin ashtu siç ishin gjithmonë, por Ardriani kishte qenë ndryshe, ose kisha besuar se ishte, dhe kur e shihja duke heshtur pikërisht kur duhej të fliste, e shihja duke u kthyer tek ata kur duhej të mbetej me mua, e shihja duke zgjedhur familjen jo si detyrë dashurie, por si akt dorëzimi, filloja të kuptoja se ndoshta nuk e kisha njohur kur plotësisht. Ndoshta ai vetë nuk e njihte veten plotësisht. Nuk I heq merit të tij si person, por martesa nuk toleron heshtjen e burrit kur nevoja e gruas kërkon zë. Muaji I 7 kishte sjell diçka të re në mozaikun e dhimbshëm të asaj periudhe, takimin me gratë e shtëpisë. Zonja Fatmire kishte organizuar mbledhje. I kishte quajtur kafe mes grave, por kishte qenë diçka tjetër. Ishin mbledhur ajo, Tezja Vjolca, gruaja e Blerimës Valdeta dhe 2 gra tjera, kushërinj të largët, të cilat nuk I kishin parë shpesh. Kisha shkuar sepse refuzimi do të kishte pasoja të tjera. Kisha shkuar me vetdijen e gruas që I di rregullat e lojës dhe luan edhe pse loja nuk është e drejtë. Biseda kishte filluar gjithmonë, kafja, ëmbëlsirat, bisedat për shtëpinë, por pas gjysmë ore, zonja Fatmire kishte ndryshuar tonin. Kishte bërë atë gjë që e din mirë gratë e kontrollit. Kishte filluar me histori të tjera, me precedent, me shembuj të grave të mençura që kishin bërë zgjedhjet e duhura. Tezja Vjolca kishte filluar. Unë di një grua, nga fshati ynë, e cila kishte 3 vajza dhe nuk kishte djalë. Burri e kishte lënë, tashmë jeton vetëm, kush e do atë. Kisha pirë kafen e qetë. Pastaj, gruaja e kushërinit kishte shtuar. Po unë di një grua tjetër, ajo kishte vajzë e parë, por kishte bërë sërish dhe kishte lindur djalë. Tani familja e do si nusen e parë të shtëpisë, të gjithë e respektojnë. Kisha vënë kupën poshtë. Kisha parë rreth tryezës, 5 gra, 5 palsy, disa me keqardhim të fshehur, disa me kënaqësi misterioze, disa me atë shprehje të zbrast të dikujt që ka pranuar botën siç e ka gjetur dhe nuk kërkon ta pyes pse. Zonja Fatmire kishte thënë të fundit, me atë zë të saj të qetë, të prerë. Besa, ti e grua e mençur, e di çfarë nevojitet. Ardriani ka nevojë për djalë, ne kemi nevojë për djalë. Kjo fëmijë, Zoti e bekoft, por duhet edhe djalë. Nëse nuk mund ta dash këtë, familja do të gjejë zgjidhje. Çfarë do të thotë zgjidhje? Kisha pyetur. Heshtje. Çfarë do të thotë zgjidhje, zonja Fatmire? Kisha pyetur sërish, dhe kisha ndjerë se zëri im nuk dridhej, që ishte çuditërisht trimuria ime e vetme atë ditë. Ajo kishte shikuar te duart e mia mbi bark, dhe pastaj sytë e saj kishin takuar sytë e mi me atë qartësi të ftohtë. Shtëpia jon ka pasur gjithmonë djalë. Ardriani e di detyrën e tij. Kisha ngritur. Kisha thënë, mirë se erdha, me atë formalitet të zbrazët. Kisha ikur dhe kisha lënë ato 5 gra aty, me kafen e tyre, me gjykimet e tyre, me butkuptimin e tyre që peshonte gratë me kalan e gjinisë së fëmijëve. Kisha ikur dhe kisha ecur ngadalë deri te makina, dhe kisha ulur dhe kisha mbyllur syt. Kisha menduar, fëmia ime është ende brenda meje, ajo rah, ajo rritet, ajo ekziston, dhe ata tashme e kanë kthyer në mungesë. 2 javë pas asaj mbledhjeje, Ardriani kishte ndryshuar. Nuk mund të thoja se kur saktësisht kishte ndodhur, ndoshta kishte qenë gjatë njërit prej atyre mbrëmjeve kur shkonte vetëm tek prindrit dhe kthehej I heshtur. Ndoshta kishte qenë diçka e thënë, diçka e premtuar, diçka e negociuar pa mua. Por kishte ndryshuar. Fillimisht kishte qenë në mënyrën se si fliste për shtatzënin. Kishin qenë biseda të rralla, por kur kishin pasur, ai kishte filluar të flaste me atë rezervë të re. Kishte thënë gjëra si duhet të mendojmë qetë dhe familja ka pikpamje dhe ndoshta ka rrugë të tjera.
fjalë të gabuara. Jo të keqa me vetdije, por të gabuara sepse ishin ekoja e zërave të tjerëve, jo zëri i tij. Kishte ardhur nata kur kishte thënë diçka që kishte ndryshuar çdo gjë. Kishim qenë duke ngrënë darkë, shtëpia e qetë, dritë e butë e kuzhinës. Kishim folur pak, ishte bërë zakon, heshtja jonë e darkës, e cila dikur kishte qenë e rehatshme dhe tani kishte peshë. Ai kishte vënë pirunin dhe kishte thënë duke i shikuar në tryez: "Besa, ata kanë thënë se ka mjek, ka mënyra, para se fëmia të rritet shumë." Kisha ndaluar, kisha ngritur syt, kisha parë atë. "Çfarë?" kisha thënë. Vetëm atë fjalë. Ai kishte hequr syt. "Ardian?" kisha thënë, dhe zëri im kishte qenë aq i qetë sa nuk e kisha njohur si timin. "Ardian, shikoma." Kishte ngritur syt. Dhe kisha parë në sytë e tij, jo keqdashje, jo urrëtie, kisha parë diçka shumë më të rrezikshme, kapitullimin. Kishte parë njeriun që kishte vendosur tashmë se shmangja e konfliktit familjar vlente më shumë se mbrojtja e gruas dhe fëmijës së tij. "Ata kanë thënë se mund të provojmë sërish," kishte thënë ai me zë të ulët. "Me djalë këtë herë. Ata kanë thënë se mjekët mund të abortojnë fëmijën tim," kisha plotësuar fjalinë e tij. Jo me brimta, me qartësi të asaj lloji që vjen kur kupton se diçka e nënkuptuar tashmë është bërë e shqiptuar. Kishte mbyllur syt. Unë kisha ngritur nga tryeza. Kisha lënë ushqimin e paprekur. Kisha shkuar në dhomën e gjumit dhe kisha mbyllur derën me çelës. Herë e parë që kisha mbyllur derën e dhomës të martesës me çelës dhe kisha ulur mbi dysheme, me shpinën pas shtratit dhe kisha mbajtur bark me të dy duart. "Nuk do ta lejoj," kisha thënë me zë të ulët, vetëm për vete, vetëm për atë brenda meje. "Nuk do ta lejoj." Por nuk do ta lejoj nuk ishte aq e thjeshtë sa mund të dukej, sepse presioni nuk erdhi si sulmi vetëm i papritur, erdhi si ujë që depërton, nga të gjitha anët njëherësh, ngadalë, pa ndërprerë. Ardiani kishte filluar bisedat pothuajse çdo ditë, herë me ton të matur, herë me lodhje, herë me atë nervozizëm të ngushtë të njeriut që ka trysni nga të dyja anët. Herë thoshte se kuptonte dhimbjen time, herë thoshte se familja ka nevojë, herë fliste si njeri i arsyeshëm dhe herë si dhëdhënës i thjesht i familjes. Njëherë tha: "Nëse e mbajmë këtë fëmijë, ata nuk do të na japin paqe, do të jetë luftë e përditshme." Tashmë është luftë e përditshme. Ardian, mendoj pasojat. Pasojat e çfarës? Të lindjes të vajzës time, apo e dëgjon veten Ardian? Kishte heshtur dhe doli nga dhoma. Zonja Fatmire kishte zgjedhur rrugën tjetër, dëmshuria performative. Kishte ardhur një ditë kur Ardiani nuk kishte shtëpi. Kishte sjell supë të bërë me dorë, me aromë të shtëpisë. Kishte ulur, kishte folur butë, kishte shikuar me sy të lagur. "Besa, të kuptoj, edhe unë jam nën, di çfarë ndjen, por dashuria për fëmijën ton duhet jetë më e madhe se dashuria për veten ton. Nëse e do Ardianin, nëse e do familjen, kjo është mënyra si e tregon. Dhe fëmia pasardhës do të jetë edhe më i dashur, edhe më i pritur, sepse do ta di se familja qëndron." Zonja Fatmire, kjo nuk është lavdi ndaj fëmijës, kjo është flijim i fëmijës. Kishte ndryshuar shprehjen. "Flijim?" kishte thënë me atë ton të caktuar. "Ti mendon si vajza moderne. Jeta reale nuk funksionon kështu. Jeta reale është pikërisht kjo. Fëmijë i gjallë, i shëndosh, i dashur, pavarësisht gjinisë." Kishte ngritur, kishte marrë supën e saj, kishte thënë kur kishte dalë: "Shpresoj se do të mendosh mirë." E kishte mbyllur derën me atë kujdes të tepërt, lloji kujdesi që tregon se njeriu është i zemëruar, por ende ka kontroll. Javën tjetër kishte ardhur Tezja Vjolloca, pa lajmërim. Kishte goditur derën dhe kishte hyrë si nëse shtëpia ishte e saj. Kisha qenë duke punuar, kisha laptopin hapur, kisha punë. Ajo kishte shikuar laptopin tim me atë shprehje, sikur puna ime ishte diçka e pavend. Ofrova çaj, protokolli i gatshëm i nuses shqiptare. Ajo pranoi. Kishim ulur. Vjollska kishte qenë direkte si gjithmonë. "Besa, unë të dua si bia, prandaj po të flas troç. Mos bëj gabim. Familja Ardianit ka emër, ka traditë. Nëse ti nuk mund të jesh e dobishme,
dhe me këtë nuk dua të ta fyej, por kjo është e vërteta, atëherë ata do të gjejnë rrugë. Ardiani është djalë i mirë, do të vuaj, por do të bëjë çfarë i kërkon familja. Ata gjithmonë e bëjnë. Kisha parë atë, grua e moshës me sy të mprehta, me ato bindje absolute të dikujt që kurrë nuk e ka vënë në dyshim sistemin ku ka jetuar. Zonja Vjollçka, kisha thënë, a keni pasur ndonjëherë zgjedhje që e bët vetë për veten tuaj me vullnetin tuaj? Kishte ngecur. Kishte qenë sekonde shkurtër, por kisha parë diçka kalonte mbi fytyrën e saj, si hija e reve. Pastaj e kishte kthyer shprehjen e saj normale. Gratë tona kanë gjithmonë zgjedhje të duhura. Ajo është tradita. Por kisha parë atë sekondë të humbjes dhe kisha menduar, edhe ti Zona Vjollçka, ke qenë aty ku jam unë tani. Edhe ti ke humbur diçka, dhe ndoshta nuk e di fare se çfarë ke humbur. Ishte nata e 8 muajit, jo muajt e shtatzanis, por muajt e martesës, kur gjithçka kishte marrë formë definitive. Ardiani kishte ardhur shtëpi vonë. Nuk kishte qenë alkool, Ardiani nuk pinte, por kishte pasur diçka të sforcuar në hapat e tij, diçka të vendosur. Kisha qenë zgjuar, kohëve të fundit flija pak, mendja ime ishte çdo herë aktive në errësirë. Kisha dëgjuar hapat e tij, kisha dëgjuar rrobat e tij duke u çvendosur. Kisha ndier kur kishte shtrirë buzë meje. Kisha pritur, kisha ditur se diçka po vinte. Pas disa minutave heshtje kishte folur në errësirë. Besa, dua të dish se unë nuk jam kundër teje. E duaje, gjithmonë, por nuk mund ta mbaj këtë situatë. Familja ka vendosur. Babi ka folur me mjekun. Ka një klinik, ka mundësi. Kisha mbyllur syt. Ata thonë se është herët akoma, se do t'jetë mirë, se mund të provojmë sërish me njëherë. Kisha qenë silent. Besa, kishte thënë zëri i tij në errësirë. Kisha hapur syt, kisha parë tavanin. Kisha thënë, Ardian, nëse bën këtë, nëse lejon këtë, nuk do ta falësh kurrë veten, dhe unë nuk do të falem kurrë. Kisha shtuar. Dhe vajza jonë, ajo që rrah tani, ajo që kemi dëgjuar zemrën e saj, ajo nuk do t'jetë thjesht herë tjetër, ajo nuk zvendësohet. Kishte heshtur gjatë, kisha ndjerë se po mendonte, jo me kokën, por me atë pjesë të thellë të njeriut ku jeton ndërgjegja, para se frika ta mbuloj. Por pastaj kishte thënë, familja nuk do t'na lërë të qetë, nuk e di si ta menaxhoj këtë vetëm. Kur nuk e pasur në mend ta menaxhosh veten, kisha thënë. Gjithmonë ke dashur t'ja u lësh atyre vendimin. Kisha kthyer anën, kisha mbyllur syt dhe kisha shtypur lot duke mos e lejuar të dilte zëri. Ditët që pasuan kishte pasur takim pas takimi. Familja kishte ndërhyrë haptas tani. Nuk kishte më fasadat kujdesit, nuk kishte më supa dhe kafet miqësore. Tani kishte presion direkt, i pamaskuar. Shefqeti kishte thirrur Ardianin në bisedë private. Kishte ditur se çfarë kishte ndodhur brenda, sepse Ardiani kishte dalë me ato fytyrën hapur, të coptizuar të atij që ka marrë urdhër dhe nuk guxon ta refuzoj. Kishte ardhur te unë dhe kishte thënë, babi thot se nëse nuk bëjmë çfarë duhet, ai nuk do të na ndihmojë më financiarisht. Dhe ka thënë se Ardiani duhet të zgjedh mes familjes dhe çfarës? Kisha pyetur. Mes familjes dhe fëmijës, kisha përsëritur. Kjo fëmijë është shtëpia Ardian, kjo fëmijë ishte shtëpia jonë. Nuk mund të shkruaj çfarë ndodhi pastaj, pa e ndjerë çdo fjalë si plagë e re mbi plagë të vjetër, por duhet ta shkruaj, jo pse dua, por sepse heshtja e ka mbajtur shumë të gjallë, dhe kjo histori meriton dritë, jo hi. Ardiani kishte kapitulluar. Kishin ardhur një mëngjes, ai, zonja Fatmire dhe Shefqeti. Kishim shtëpi, kisha duke pirë çaj. Kishin hyrë si delegacion, me atë qëllimsinë e ftohtë. Shefqeti kishte folur. Kimi rezervuar termin, klinika është e mirë, e bëjnë me kujdes, do t'jetë mirë. Kisha parë Ardianin, kishte ngjajtur pas tyre, jo me ta, por as me mua. Kishte ngjajtur në atë hapësirë mes, atë hapësirë të turpshme dhe të qorsoktat të njeriut që nuk ka bërë dot zgjedhjen e duhur. Kisha thënë, jo. Zonja Fatmire kishte folur. Besa, jo, kisha thënë sërish. Kisha ngritur, do të dilni nga shtëpia ime. Shefqeti kishte thënë, kjo shtëpi është shtëpia e Ardianit dhe imja. Ju nuk jetoni këtu. Tani do të dilni. Kishte pasur moment tensioni. Ai moment kur gjithçka mund të shkojnë në çfarëdo lloj drejtimi. Zonja Fatmire kishte parë Ardianin me atë pritshmëri të vjetër materiale. Trego se ke kontroll mbi gruan tënde. Ardiani kishte heshtur. Kishin dalë.
jo me hir, por kishin dalë. Dhe kisha mbyllur derën dhe kisha kthyer shikimin te burri im, i cili qëndronte mes dhomës si pemë pas tuhis, akoma në këmbë, por me rrënjë të lëkundura. Besa, kishte thënë. Nuk flas tani, kisha thënë. Jo tani. Por presioni nuk kishte ndalur. Kisha qenë naive të mendoja se jo e vetme mjaftonte. Kishin vazhduar, me Ardianin, me telefonatat, me mesazhet. Kishin ardhur edhe miqtë e familjes, njerëz që nuk i njihja mirë, që silleshin si zëdhënës të kauzës. Dikush kishte dërguar mesazh që kishte lexuar: familja Ardianit e do Besën, por Besa duhet të tregojë se edhe ajo e do familjen. Kisha fshirë mesazhin, por lodhja kishte filluar të kumulohej. Lodhja e gruas shtatzën, lodhja e gruas nën presion, lodhja e gruas që lufton çdo ditë jo vetëm për veten, por për atë brenda saj. Dhe ajo lodhje, ajo lloj lodhje e veçantë që të bën të pyesësh veten se deri kur mund të mbash, kishte filluar të marr formë. Kisha pyetur veten her pas here: nëse kapitulloj, kjo do të mbyllet? Nëse bëj çfarë duan, do të ketë paqe? Dhe ajo pyetje, vetë fakti se e kisha bërë, kishte qenë shenjë se sa shumë kishte shterur forca ime. Nuk isha kapitulluar me zemër, kur me zemër, por kishin ardhur ato ditë kur lodhja ishte aq e madhe sa peshimi i mundësive kishte filluar të ndryshonte. Ardiani kishte ndryshuar taktik, nga presioni kishte kaluar te dëmshuria. Kishte filluar të fliste si dikush që vuan një lloj si unë, si viktime rrethanave, jo si bashkpunëtor i tyre. Kishte thënë: edhe unë vuaj, edhe mua më dhemb, por familja nuk na lë rrugë. Kishte qenë ky framing, familja nuk na lë rrugë, që kishte qenë ndoshta mënyra më e rrezikshme e gjithë presionit, sepse kishte bërë Ardianin të dukej si i burgosur si unë, si partner i dhëmshëm dhe jo si armik. Dhe kjo kishte lëkundur mbrojtjet e mia. Kishim qartë të dy një herë, qajtur vërtet, pa performancë, aty mbi dy sheme të kuzhinës, me duart e njëri tjetrit. Dhe kisha ndjerë se dashuria ndaj tij ishte reale, kur nuk e isha dyshuar plotësisht, por dashuria nuk justifikon atë çfarë kishte ardhur. Nata kritike kishte ardhur pas 2 javësh presioni të pashkëputur. Kisha qenë e lodhur, lodhje trupore dhe shpirtërore, dhe Ardiani kishte folur gjatë natës me atë zë të ulët, të qetë, të modeluar nga javë presioni. Kishte thënë gjëra si: kjo është rruga e vetme drejt paqes, do të provojmë sërish dhe do ta bëjmë mirë. Familja do të ndryshojë kur të shohin djalë. Kjo nuk është fund, është fillim tjetër. Dhe unë, e lodhur, e izoluar, e goditur nga javë presioni, kisha pëgjuar ato fjalë dhe kishte ardhur çasti, ai çasti tërmershëm, kur e vërteta dhe gënjeshtra kanë tonin e njëjtë dhe nuk mund t'i dallosh më, sepse ke shumë pak energji mbetur për të luftuar. Kisha thënë: mirë. Vetëm atë fjalë, vetëm 2 shkronja, fjalën që kishte peshë më të madhe se çdo fjalë tjetër e jetës ime. Nuk mund ta rrëfej atë ditë plotësisht. Disa gjëra janë shumë brenda, shumë të mijat, shumë të dhimbshme për t'i kthyer në fjalë publike, por mund të them mjaftueshëm. Klinika kishte qenë e bardhë. Bardhësia e ambienteve klinike është ndryshe nga çdo bardhësi tjetër. Nuk është bardhësia e dritës apo e dëborës, është bardhësia e neutralitetit të detyruar, se hapësirave ku vendoset të mos ketë ngjyrë, sepse ngjyra do të mbante diçka gjallë. Kishim vajtur të dy, unë dhe Ardiani. Kishte qenë heshtje tërë rrugën. Unë kisha shikuar nga dritarja. Ai drejtonte makinën me ato duar të shtënguara mbi timon. Kisha hyrë, kisha nënshkruar formulare, kisha folur me mjekun, grua çuditërisht, i cila kishte folur me profesionalizëm të butë, me kujdes, me atë lloj neutraliteti që nuk gjykon, por gjithashtu nuk pyet. Para se të hynte brenda, kisha ndalur. Kisha vendosur dorën mbi bark, kisha menduar: të dua, e di se ekziston, e di se ke zemër, e di se ke duar, dhe nuk bëj këtë sepse nuk dua. Bëj sepse s'kam pasur forcë mjaftueshme. Dhe kjo do t'jetë gjëja më e rëndë e jetës ime. Kisha hyrë. Kur kisha dal, Ardiani kishte aty. Kishte ngritur kur e sha mua. Kisha parë fytyrën e tij, jo leftësi, jo gëzim. Kisha parë njeriun që di se bëri diçka të gabuar, por ka llogaritur se pasojat e mosveprimit ishin më të mëdha. Nuk kishim folur në kthim. Kisha ulur kokën mbi xham të ftohtë të dritares. Kisha mbajtur syt mbyllur. Kur kishim arritur shtëpi, kishte ardhur telefonata e parë, zonja Fatmire. Ardiani kishte marrë telefonin. Kisha dëgjuar anën e tij. Po nëna, po, është mirë. Kishte bërë pauzë dhe kishte thënë: po. Dhe ato 2 fjalë, është mirë, kishin qenë gjëja më e rëndë që kisha dëgjuar ndonjëherë, sepse asgjë nuk ishte mirë, dhe ai e dinte dhe e kishte thënë një lloj: Ka diçka të çuditshme me faktin se jeta vazhdon. Dielli lind, njerëzit shkojnë punës,
Makina lëvizin rrugëve, fqinjet dalin të blejnë bukë. Bota funksionon me atë indiferencën e saj të qetë, pa ditur dhe pa interesuar çfarë ke humbur. Ditët pas asaj ngjarje kishin qenë si ecja në ujë. Çdo gjë kishte peshë të shtuar, çdo lëvizje kishte rezistencë. Kisha punuar, kisha gatuar, kisha folur me njerëz, por kisha qenë si skenë shfaqjes ku aktori luan rolin pa e ndier asgjë nga brenda. Ardiani kishte provuar të afrohet, kishte sjell lule herë të parë kurrë, kishte bërë darkë, kishte thënë fjalë të buta, por çdo gest i tij kishte qenë i ngarkuar me atë të padukshmen mesnjesh, me atë gjë të bërë dhe të pabëshme. Njëherë kishte ardhur pranë meje ndërkohë kur kisha qenë ulur pranë dritares dhe kishte thënë: "Besa, duhet ta lëm prapa, duhet të shkojmë përpara." Kisha kthyer kokën. "Ku duam të shkojmë?" Kishte heshtur. "Nuk ka përpara pa pranuar çfarë ndodhi," kisha thënë, "dhe nuk mund ta pranoj duke i quajtur çështje e kaluar." Familja e Ardianit kishte ndryshuar sjellje tani. Kujdes i ri, ngrohtësi e re. Zonja Fatmire kishte filluar të vinte më shpesh me ushqim, kishte folur but, kishte pyetur si je. Por unë kisha ditur, kjo ishte ngrohtësia pas fitores. Nuk ishte ndjeshmëri, ishte menaxhim. Kishin marrë çfarë donin dhe tani duhet të menaxhonin vazhdimin e marrëdhënies. Kisha parë gjithçka me sytë ndryshuar. Kisha parë se si funksiononte ky sistem. Presion, dorëzim, pastaj normalizim, si cikli i abuzimit emocional, por i veshur me rrobat e traditës dhe familjes. Kisha filluar të distancoja, jo me dramatizëm, nuk e kisha forcën, por gradualisht kisha filluar të largoj veten nga ato vizita, të bëja punë kur ato mblidhnin, të gjeja arsye për të mos qenë aty. Ardiani kishte vënë re, por nuk kishte thënë gjë, ndoshta kishte kuptuar se kushdo mund të duronte vetëm aq shumë. Por distanca nuk ishte kurrë. Distanca ishte vetëm muri i provizoriumit, mbyllja e plagës nga jashtë, pa e trajtuar nga brenda. Brenda meje kishte diçka që nuk pushonte, diçka që nuk mund të lihej prapa. Fillova të shihja ëndra, jo gjithmonë të këqija, ëndra të neutrale, ëndra të zakonshme, por gjithmonë me praninë e asaj gjëje. Herë dëgjoja zë i foshnjës, imagjinar, i konstruktuar nga mendja, dhe zgjoja duke kërkuar burim të zërit. Herë shihja ngjyra, roz, e verdh, e bardhë dhe delikate, ngjyrat e domës fëmijësh që kisha imagjinuar, por nuk kisha ndërtuar. Kisha filluar të shëtis, shumë, larg shtëpisë, rrugë të panjohura. Shëtitjet kishin qenë të vetmet momente kur mendja e qetësohej pak, jo sepse dhimbja shkonte, por sepse lëvizja e trupit krijonte iluzionin e progresit kur nuk kishte asnjë. Pas 3 muajsh nga ngjarja, kishte ardhur dita kur kisha thyer heshtjen, jo me Ardianin, jo me familjen e tij, por me veten time. Kisha qenë vetëm shtëpi, kisha hapur ditar të vjetër, diçka që nuk e kisha shkruar prej vitesh, dhe kisha filluar të shkruaj. Fillimisht kishte qenë vetëm fjalë të çrregullta, pa sens, pa renditje. Pastaj kishte filluar të merrte formë. Kisha shkruar: isha shtatzën, kishte vajzë, isha e lumtur, dhe e kam humbur jo nga smundja, jo nga fati, por nga presioni i njerëzve që duhej ta donin. Kisha qëndruar duke para të fjalite, kisha qëndruar shumë. Pastaj kisha shkruar: nuk e fali veten, nuk e fali veten. Jo me zemërim, me trishtim, me atë trishtim të thellë të njeriut që di se bëri gabim të madh, jo nga keqdashja, por nga pafuqia dhe që nuk gjen lehtësi as në të parën e as në të dytën. Mosfalja e vetes, kjo është gjëja për të cilën njerëzit flasin pak, flasin për mosfaljen e të tjerëve, dhe ajo është reale dhe e rëndë, por mosfalja e vetes ka teksturë tjetër. Është si dhormë që ti vetë ke mbyllur dhe çelësi nuk kthehet nga brenda. Çdo ditë futesh brenda asaj dhome dhe rish me veten e kaluar, me atë version të vetes që bëri apo nuk bëri, tha apo nuk tha, luftoi apo kapituloi. Kisha pyetur veten mirë herë, pse nuk isha më e fortë, pse kisha thënë mirë, pse nuk kisha marrë çantën dhe ikur atë natë kur Ardiani kishte folur herë të parë, pse kisha qëndruar, pse kisha duruar, pse kisha lënë presionin të kumulohej deri në pikën kur lodhja me ja kishte moshtur gjykimin. Dhe pastaj, sepse mendja nuk qëndron vetëm me një akuzë, kisha pyetur tjetër,
Pse kisha besuar se Ardiani do të ishte ndryshe? Pse nuk isha parë shenjat herë të parë, të dytë apo të tretë? Pse kisha parapëlqyer bindjen mbi vëzhgimin? Këto pyetje janë lak, një i tillë ku sa më shumë tërhiqesh, aq më fort shtrëngohet, dhe për muaj të tërë kisha qenë brenda atij laku. Kishte ardhur nëna ime, jo me inftes, kishte ardhur kështu, siç bën nëna, me atë radar të padukshëm të gruas që ka lindur ty dhe di, pavarësisht distancës e heshtjes, kur diçka nuk shkon. Kishte ardhur pasditen, kisha hapur derën, dhe kur kisha parë fytyrën e saj, fytyrën e familjes sime, të shtëpisë sime të vjetër, të kohës para martesës, kisha filluar të qaj pa një paralajmërim, pa fjalë, pa shpjegim, vetëm lotët e atij lloji që kanë pritur shumë kohë. Nëna kishte hyrë, kishte mbyllur derën, kishte marrë mua në krah. Kisha qarë sa kohë kisha dhe kisha shumë kohë, dhe ajo kishte qëndruar, pa folur, pa pyetur, vetëm duke mbajtur. Pastaj kishim ulur dhe kisha folur. Herë e parë kisha folur me dikë tjetër, me dikë të jashtëm, dhe kisha treguar gjithçka. Herë qajsha, herë fola qetë, herë u ndalova sepse fjalët nuk vinin. Nëna kishte dëgjuar. Kur kisha mbaruar, ajo kishte heshtur pak. Pastaj kishte thënë: "Besa, ke qenë vetme shumë gjatë." Kisha parë atë. "Nuk duhej të ishte kështu," kishte thënë. "Asgjë nga ajo çfarë ndodhi nuk ishte faji yt. Lodhja nuk është faj, pafuqia nuk është faj. Faji është i tyre." Kisha dashur t'i thosha se po, por nuk mund ta pranoj fare, nuk mund ta fali veten. Ajo kishte thënë: "Falja e vetes nuk vjen duke e shlyer ngjarjen, vjen duke kuptuar se ishe njeri dhe kishe kufijtë e njeriut, dhe ata i shfrytzuan ata kufi. Ky është ndryshimi." Kisha menduar ato fjalë shumë gjatë, shumë natë. Akoma i mendoj. Muajt pas bisedës me nënën kishin qenë periudha e kthimit të ngadalshëm, jo kthimi tek jeta e vjetër. Jeta e vjetër nuk ekzistonte më, por kthim tek vetja, kthim tek ajo Besa që kishte mendim, zë, dinjitet. Kishim filluar terapin, kishte qenë vendim i vështirë, jo sepse kisha turp, por sepse kishte pasur momentet kur kishte duktuar se po punoja kundër rezistencës së brendshme të gruas që mëson të jetoj me dhimbjen pa e shqyrtuar. Por kisha shkuar, dhe ato orë, me atë psikologun e qetë, me sytë e mprehtë dhe zërin e balansuar, kishin filluar të hapin gjëra. Kisha mësuar disa gjëra aty. Kisha mësuar se trauma nuk zhduket duke e injoruar. Kisha mësuar se mosfalja e vetes shpesh është mënyra si mbajmë kontrollin iluzor. Si të thuash, nëse kisha bërë ndryshe, do ta kisha parandaluar, sepse kjo është shumë më e lehtë se pranimi se ndonjëherë ngjarjet janë produkt i sistemeve dhe situatave që te i kalojnë fuqinë e individit. Kisha mësuar se dhimbja ime ishte reale dhe justifikueshme dhe nuk kishte nevojë të merrte leje nga askush. Duhet të flas për Ardianin me ndershmëri, sepse historia e tij është pjesë e historisë sime, dhe sepse urrejtja e thjesht do të ishte e pasakta dhe e padrejtë ndaj të vërtetës komplekse. Ardiani nuk ishte njeri i keq, e them me bindje, sepse e kisha parë edhe anën tjetër të tij, atë njeriu që dëgjonte, që respektonte, që kishte ide dhe humor dhe butësi të vërtetë. Ata vite të para të martesës, para se presioni të merrte formë, kisha parë copëzat e atij njeriu çdo ditë. Por Ardiani kishte një dobësi fundamentale. Kishte rritur brenda një sistemi ku autoriteti i familjes kishte qenë absolut dhe nuk kishte zhvilluar kurrë muskujt e nevojshëm për të qëndruar kundër atij autoriteti. Jo sepse ishte i dobët si person, por sepse ai sistem kishte parandaluar me sukses rritjen e atyre muskujve. Kishte mësuar herët se kundërvënia kostonte shumë, kishte mësuar se paqja e familjes kishte çmim dhe ai çmim pagohej nga të tjerët. Dhe unë kisha qenë ai të tjerë. Pas asaj nate, pas asaj dite, marrëdhënia jon kishte vazhduar, por ishte si ndërtesa e dëmtuar nga tërmeti. Akoma qëndronte, por kishte çarje kudo dhe çdo ditë shihne ndonjë copë tjetër pluhuri duke rënë. Kishim tentuar shumë, biseda, terapi çiftesh, kisha propozuar, ai kishte pranuar. Kalimi i kohës, por kishte gjëra që ndërhyn midis dy njerëzve si pengesë transparente. E sheh palën tjetër qartë, por nuk mund ta prekësh, nuk mund ta arrish. Kishte natën kur ishim ulur pra njëri tjetrit dhe kisha thënë: "Ardian, a mendon ndonjëherë për të?" Kishte heshtur gjatë. Pastaj kishte thënë: "Po." "Çfarë mendon?" Mendoj se bëra gabim. Mendoj se kisha dashur të isha ndryshe." "Pse nuk ishe?" Kisha parë fytyrën e tij,
fytyrën e njeriut me ndërgjegje që nuk gjen dot justifikim të mjaftueshëm. Sepse kisha frikë, kishte thënë. Kisha frikë se familja do të... Familja, kisha thënë qetë. Familja, gjithmonë. Por edhe unë isha familja jote, Ardian. Edhe ajo ishte familja jote. Kishte mbuluar fytyrën me duar, dhe kisha parë se ai vetë vuante, jo sa unë, por vuante, dhe kisha ndjerë diçka kompleks, dhe mshërinë e ndjerë dhe mosfaljen e pandryshuar, bashk, dy gjëra të papajtueshme, të bashkëekzistueshme. Pas 1001 mbrëmjeve të tilla, kisha ardhur tek vendimi. Nuk mund të vazhdoja, jo sepse nuk kisha më dashuri, nuk jam e sigurt as tani se sa kisha apo nuk kisha, por sepse çdo ditë brenda asaj martese ishte rjetimi i asaj çfarë kishte ndodhur. Çdo herë që shikoja shtëpinë, orendit, kuzhinën e bardhë, shihja edhe atë tjetër, dhe nuk mund të shërohesha brenda vendeve ku plaga ishte bërë. Kisha folur me Ardianin, kishte qenë vendim i qetë, çuditërisht i qetë për aq gjëra. Ai kishte tentuar të binte, kishte thënë se do të ndryshonte, kishte thënë se familja nuk do të ndërhynte, por fjalët ishin tashmë peshë e çuditshme, peshë shumë e njohur, nuk i besoja, edhe pse ndoshta kishte të drejtë. Kisha thënë, Ardian, ndoshta do të ndryshosh, por unë nuk mund të mbetem për të parë. Unë kam nevojë të shërohem, dhe nuk mund të shërohem këtu. Kam folur tashmë për Ardianin, por duhet flas edhe për ta, familjen e burrit, me atë qartësi pa të cilën historia nuk është e plotë. Zonja Fatmire, Shefqeti, Vjollca, Mrika, Blerim nuk janë personazhe filmike të keqësisë. Kjo është e rëndësishme ta themi, sepse thjeshtëzimi i tyre në të këqinj do t'i hiqte problemin real. Ata ishin produkte të bindura dhe të palëkundura të një sistemi që kishte funksionuar gjenerat pas gjenerate, të pashqetësuar nga pyetjet që unë isha shumë e guzimshme ose shumë naive t'i bëja. Zonja Fatmire kishte rritur djem, kishte rritur ata brenda kësaj bote ku djali ishte vazhdimsi dhe vajza ishte transition. Diçka e bukur, por e përkohshme, e destinuar të shkonte te shtëpia e tjetërkujt. Asaj kur nuk i kishte ardhur ndërmend, e vërteta është se kur nuk e kishte lejuar veten t'i vinte ndërmend, se vajza gjithashtu është vazhdimsi, vajza gjithashtu është shpirt, identitet, trashëgimi. Kishte absorbuar botkuptimin e rregullave pa e pyetur nga vinin rregullat, dhe pastaj e kishte transmetuar me besnikëri absolute. Shefqeti kishte pasur autoritet sepse gjithmonë i kishte dhënë familja autoritet. Kur nuk i kishte ardhur ndërmend se autoriteti i paqështjuar është autoriteti i rrezikshëm. Kishte vendosur mbi trupin tim sepse sistemi kishte thënë se kishte të drejtë, dhe ai kishte besuar sistemin pa e provuar ndonjëherë me mendjen e vet. Vjollca, Mbrika, gra edhe ato, gra që ndoshta kishin kaluar nëpër presione të ngjashme në jetën e tyre dhe kishin bërë zgjidhjet e duhura sipas sistemit dhe tani transmetonin ato zgjidhje si mençuri, duke mos e njohur kurrë se ato zgjidhje kishin qenë vetë plagët e tyre. Ky është cikli. Kjo është mënyra si dhimbja transmetohet, jo me qëllim të keq, por me besnikëri ndaj dhimbjes. Gra që u dëmtua transmeton dëmin te gratë e reja, jo sepse dëshiron ta dëmtoj, por sepse kur si është dhënë hapësira të pyes a kishte rrugë tjetër. Por kuptimi i tyre si produkte të sistemit nuk kishte sjell falje. Jam i ndershëm për këtë. Ka njerëz që thonë se falja është liria jotja, jo dhurata e tyre. E di këtë, e kuptoj intelektualisht, por falja e vërtet, e thellë, jo ajo falja e sipërfaqes, nuk mund të dekretohet. Nuk mund të thuash e fal dhe të bësh gjë. Falja është proces, jo vendimi i momentit. Dhe unë, në kohën kur po rrëfej këtë histori, nuk jam atje ende. Nuk i fali ata, jo sepse dua t'i dënoj, dënimi nuk ka vlerë këtu, por sepse midis kuptimit të dikujt dhe faljes së tij ka hapësirë, dhe brenda asaj hapësire jeton e vërteta e plagës ime, e vërteta e asaj çfarë ndodhi, e vërteta e asaj fëmie që nuk erdhi. Nuk i fali, dhe nuk jam e detyruar ta bëj me urgjencë. Askush nuk duhet fali me urgjencë, por mosfaljen e tyre e ndaj rreptësisht nga mosfalja e vetes, sepse ato janë dy gjëra të ndryshme. Mosfalja e tyre është drejtësi, njohja se ata bën dëm. Mosfalja e vetes ishte kafaz, vetë dënimi pafundëm për kufijtë e njeriut. Dhe ky dallim i holl por i thellë, kishte qenë gjëja kryesore që kisha mësuar gjatë gjithë kësaj rruge. Pas ndarjes nga Ardiani, ndarje ligjore, e qetë, pa zhurmë të madhe, sepse e dyja kishin mbaruar forcat, kisha filluar periudhën që e quaj rruga prap tek vetja. Jo rruga prap tek besa e vjetër, ajo besa nuk ekzistonte më dhe nuk do të kthehej, por rruga prap tek diçka esenciale, diçka themelore, diçka që ekzistonte para martesës, para presionit, para asaj gjithë. Zëri im.
Kisha zbuluar se gjatë atyre muajsh, ndoshta gjatë atyre viteve, kisha filluar të flas gjithnjë e më pak. Jo fizikisht, flisja me njerëzit çdo ditë, por flas vërtet, flas me mendim, me opinion, me kundërshtim kur duhej, me akordim kur ndija, kisha hequr dorë gradualisht. Kisha mësuar të vetë sensoroj, të masin, të llogarisja çdo fjalë ndaj reagimit të mundshëm. Kjo ishte bërë aq automatike sa nuk kisha vënë re sa herët kishte filluar. Tani, ngadalë, kisha filluar të flas sërish. Fillimisht veten me veten, në përditar, në përshëtitjet e gjata, pastaj me nënën, me motrën, me 2 miqtë e mia të vjetra që kisha neglizhuar gjatë martesës, pastaj me terapistin, dhe çdo fjalë e thënë me ndershmëri kishte qenë si riaftësimi muskujve pas sëmundjes, dhimbshme, e ngadalt, por me progres të dukshëm. Kisha filluar të lexoj sërish, libra, jo vetëm tituj. Kisha filluar të dal, jo për të ikur nga diçka, por për të shkuar diku. Kisha vërejtur gjërat e vogla, ngjyrat e mbrëmjes, aromën e shiut, tingëllimin e qytetit të zgjuar. Kishte qenë mëngjes i zakonshëm kur kisha kuptuar se diçka kishte ndryshuar. Kisha qenë duke pirë kafe, kisha shikuar nga dritarja dhe kishte qenë foshnjë e re tek fqinjit. Dëgjoja zërin e saj nëpër mure dhe kisha pritur dhimbjen e zakonshme që ndija sa herë dëgjoja fëmijë. Por kishte ardhur diçka tjetër, jo gjithmonë dhimbja, por pranë saj edhe diçka si dëshira. Dëshira e pastër, pa faj, pa gjak, dëshira për gjëra të bukura të jetës. Kisha vendosur kupën e kafes dhe kraru, por këtë herë lotët ishin ndryshe, nuk ishin lotë të nënshtrimit, ishin lotë të njohjes. Akoma jam këtu, akoma ndihem, akoma dua. Ka gjëra që nuk i thua me zë, por i shkruan në heshtim, vetëm me dritën e lampës mbi faqet bardha me zërin e natës si background. Unë kisha shkruar letër të gjatë, të çrregulluar, plot korrigjime, drejtuar asaj që nuk erdhi. Dua ta ndaj një pjesë të saj tani, jo sepse është e bukur, nuk është, por sepse është e vërtet. Kisha shkruar: ti nuk e ke ditur emrin tënd. Kisha menduar shumë emra: Elona, Learta, Drita, Teuta. Të gjithi kisha provuar me zë të ulët, vetëm si të mund të zgjidhja emrin dhe ai të kishte fuqi të ndryshonte çfarë ishte ndodhur. Por emrat janë vetëm fjalë dhe fjalët nuk kanë fuqi të ndryshojnë historinë. Unë të dija, kjo duhet ta dish, nëse ndonjëherë mund të dish diçka. Të dija me atë njohje që nuk ka nevojë për fjalë. Të dija kur zemra jote filloi të rrethte dhe e dëgjoja çdo herë si muzik. Të dija kur lëvizje herë të parë, lëvizje vogël e heshtur si jam këtu. Të dija kur ndalove. Dua të tregoj diçka të rëndësishme. Nuk lind asnjëherë në familjen e gabuar. Ti linde në kohën e gabuar, brenda sistemeve të gabuara, me njerëz që e kishin hungur aftësinë për të parë vlerat e vërteta. Por ti nuk ishe asnjëherë e gabuar. Ti ishe e vërtet, e plot, e denj, nga momenti i parë deri në të fundit. Unë nuk e fal veten plotësisht akoma, por po mësoj. Po mësoj të qëndroj me ty si kujtim, pa u mbytur brenda ti. Po mësoj ta mbaj praninë tënde si dritë dhe jo vetëm si humbje. Kjo nuk është tradhti e dhimbjes, kjo është mënyra e vetme si mund të vazhdoj. Të dua. Gjithmonë do të kem atë hapësirë brenda meje, të formës tënde, të madhësisë tënde, të zërit tënd të padëgjuar, dhe askush nuk mund ta marrë atë hapësirë, as familja e burrit, as presioni, as koha. Gjatë kësaj rruge kisha zbuluar diçka. Nuk isha e vetmja, nuk kisha qenë kur e vetmja. Kishte gratë që rrinin rreth meje tërë atë kohë, kolege, fqinje, të afërme, dhe tani, pasi historia ime kishte filluar të dihej pak, ato vinin me zëra të ulur, me sytë e aty lloji, sytë e gruas që ka mbajtur diçka shumë gjatë, dhe tregonin. Ishte Viola, kolege e vjetër, e cila kishte treguar se kishte kaluar diçka të ngjashme 20 vjet më parë. Unë nuk pata asnjëriun që të dëgjonte, kishte thënë ajo. Nënën e kisha gjatë, por ata kishin bindur edhe nënën. Qajta vetëm. Ishte Pranvera, fqinja e shtëpisë anë mban, e cila kishte treguar se kishte 2 vajza dhe 2 vjet presioni që të provoj me djalë dhe se burri i saj ende prisnin. Çdo ditë kjo, kishte thënë, çdo ditë. Ishte edhe Valdeta, gruaja e Blurimës, kunata e burrit tim, e cila kishte ardhur një ditë krejt papritur, kur ndarja ishte bërë e njohur. Kishte thënë vetëm, e di, unë e di, dhe kishim qëndruar pa shumë fjalë të tjera, sepse ato 2 fjalë kishin qenë të mjaftueshme. Ky ishte zbulimi më tronditës. Sa shumë gra mbajnë këto histori brenda, pas një hapësirë ku t'i lëshojnë. Sa shumë buzëqeshje normaliteti mbulojnë plagë identike. Sa shumë mirë jemi, fsheh, nuk jam fare mirë. Dhe sistemi,
ai sistemi i hierarkisë gjinore, ai sistemi i vazhdimësisë përmes djemve, ai sistemi i vlerës së gruas të matshme nga biologjia e saj, ai sistem nuk ka nevojë për njerëz të keq për të funksionuar, ka nevojë vetëm për heshtjen, ka nevojë vetëm për heshtjen e tyre, dhe heshtjen time, dhe heshtjen e Valdetës, dhe heshtjen e pranverës 20 vjet më parë. Heshtja është lënda e parë e sistemeve të padrejta. Ka gjëra që vetëm dhimbja të mëson, jo teoria, jo librat, jo këshillat e njerëzve të mirë, por dhimbja vet, ajo mësuesja e ashpër dhe e pa kompromis. Mësova se kufiri nuk është egoizëm, kufiri është respektimi i vetes si qenie me vlerë të brendshme, të pavarur nga shërbimi ndaj pritshmërive të tjerëve. Kisha pasur turp dikur ta vendosja kufirin, turp të thoja nuk kur pritej po. Tani e di se ky turp ishte pikërisht arma e sistemit. Nëse ndihesh turp kur vendos kufi, sistemi ka arritur të mbajë kontrollin. Mësova se dashuria e vërtet nuk kërkon sakrifikim të identitetit, jo marrëdhënia e shëndosh, jo martesa e shëndosh, nuk kërkon kurrë kthimin e vetes në objekt të vullnetit të tjetrit. Kur dashuria dikton sakrifiko veten tënde për të qenë pranuar, ajo nuk është dashuri. Mund të quhet me shumë emra të tjerë, por jo dashuri. Mësova se sistemi nuk mund të ndryshojë nëse askush nuk flet. Çdo grua që mban heshtjen mbi padrejtësinë e saj, bën padashje një kontribut të vogël në vazhdimsinë e sistemit, dhe unë vet kisha bërë këtë kontribut për muaj, ndoshta vite, duke menduar se po mbroja qetësinë, por qetësia e rreme nuk e vlen çmimin. Mësova se mosfalja e vetes ka datë skadence, ka moment kur e di se ke mbajtur shumë, dhe atë moment duhet ta njohësh, e të kalosh tutje, jo duke e shlyer ngjarjen, por duke e integruar. Plaga bëhet pjesë e teje, jo tërësia jote. Mësova edhe diçka tjetër, diçka për të cilën nuk fola me askënd për shumë kohë, sepse kishte diçka tepër private. Mësova se nëna mund të jetojë edhe pa fëmijën. Kjo tingëllon çuditshme, si kontradikt, por e shpjegoj kështu. Materniteti filloi brenda meje, atë çast kur isha kuptuar se isha shtatzën. Filloi me atë njohti, atë gëzim, atë dëshirë, dhe materniteti ai, ndjesia ati, nuk iku, ekziston akoma, i pavdekshëm, i paprekshëm, i padegradueshëm. Nuk do të thotë se nuk kam dhimbje, do të thotë se dhimbja dhe materniteti bashkë ekzistojnë, si të dyja reale, si të dyja të mijat. Jetoj sot, jo si heroine, jo si grua e shpëtuar nga një kthes dramatike e fatit. Jetoj si grua e zakonshme, me jetën e saj, me punën e saj, me miqt, me nënën, me librat e mëngjesit, me shëtitjet, por edhe me diçka tjetër, me atë ndërgjegjësi të re, ndërgjegjësia e gruas që ka kaluar në përzjarrin dhe mësuar se çfarë zjarri digjet dhe çfarë mbetet. Mbeten zëri, vlerat, kufit, dinjiteti. Mbeti e vërteta e madhësisë time si njeri. Mbeti dashuria, jo dashuria naive e parë, por dashuria e maturuar, dashuria e gruas që di se dashuri pa respekt është empty vessel, e zbrazur. Ardriani jeton në qytetin e tij, dëgjoj her pas here diçka, jo me qëllim, por qytetet janë të vogla. Nuk kam ndjesi hurrejtjeje, kjo është e vërteta. Kam ndjesi të largësisë, si njerëz të dy që kanë ndarë rrugën dhe kanë shkuar në drejtime krejt të ndryshme. Ka histori që nuk mund të kenë fund tjetër, jo sepse dikush duhet të jetë i keq, por sepse dy njerëz ndonjëherë nuk mund të rriten bashk, dhe mundimi i tyre i gjatë i bashkëqëndrimit dëmton të dyjat. Familja e tij nuk i takoj, nuk dëshiroj t'i takoj. Ka njerëz me të cilët buzëqeshja e mirësjelljes është e mundur, dhe ka njerëz me të cilët as kjo nuk është. Me ta jam në kategorinë e dytë dhe nuk ndihem fajtore për këtë. Por di diçka tani. Fëmijët e tyre, nipërit, mbesat, do të rriten brenda të njëjtit sistem nëse askush nuk e ndryshon. Vajzat e vogla të atyre familjeve do të mësojnë ngadalë se gjinia e tyre ka vlerë të ndryshme. Djemtë e vegjël do të mësojnë se kanë të drejta mbi trupin dhe jetën e gruas, dhe cikli do të vazhdojë. Kjo është arsyeja pse flas. Kjo është arsyeja pse rrëfej. Nëse je grua dhe po dëgjon këtë histori, nëse ke ndier ndonjëherë presionin e sistemit mbi trupin tënd, mbi zgjidhjet e tua, mbi identitetin tënd, dua t'i them disa gjëra me sinqeritet. E para, trupi yt është i yti. Nuk është pronë e familjes, jo e burrit, jo e traditës. Vendimi mbi trupin tënd, vendim mbi fëmijën, mbi gjininë e fëmijës, mbi numrin e fëmijëve, mbi kohën e fëmijëve, është vendimi i yti dhe vetëm i yti.
I ndar me partnerin nëse ke, por kurrë i dorëzuar ndaj autoritetit i jashtëm. E dyta, presioni gradual, sistematik, i bërë me dashuri dhe tradita, është po aq i rrezikshëm sa presioni i hapur. Ndoshta më i rrezikshëm sepse nuk e njeh si presion, nuk duket si sulm, duket si kujdes. Mëso ta njohësh, mëso ta emërtosh. Emërtimi është fillimi i rezistencës. E treta, nëse ke bërë gabim, nëse ke lënë t'u imponohesh kur kishe dashur të mbroje veten, mos falja e vetes nuk është drejtësi. Ishe njëri në ntrysni. Njerëzit në ntrysni bëjnë gjëra që nuk do t'i bënin ndryshe. Kjo nuk shpejton ndjenjat, e di, por ja vlen ta dëgjosh edhe kur nuk mund ta besosh ende. E katërta, nëse keni dikë rreth jush, burr, motër, mik, prind, i cili ju sheh si grua me vlerë të plot, me zë dhe identitet dhe të drejta, mbajeni atë njeri, sepse nuk është e zakonshme sa duhet jetë. E pesta, heshtja juaj nuk ju mbron sistemin. Kur flisni, edhe nëse me zë të ulët, edhe nëse vetëm me një person, edhe nëse vetëm me veten në përditar, po bëni akt revolucioni të qetë, mos e nënvlerësoni. Duat jemi ndershme edhe aty ku nuk kam përgjigje, sepse historia jon, të gjithë neve, ka hapësira të errta ku drita nuk ka arritur ende. Nuk kuptoj si ndërtoj besim të ri, besim real, pa mbrojtje të tepruara, pa dritare të mbyllura, pas kaq shumë. Ka njerëz që thonë koha shëron dhe ndoshta kanë të drejtë, por koha vetëm krijon distancë. Shërimi ka nevojë për diçka tjetër, diçka aktive, diçka të vullnetshme. Nuk kuptoj nëse do të kem mundësi dhe gëzim të jem nën ndonjëherë. Kjo pyetje qëndron si pyetje e hapur, pa ankthin e vjetër, por pa sigurinë e ri. Është pyetje e hapur dhe e mbaj kështu. Nuk kuptoj si të ndaloj të gjykoj çdo martesë, çdo familje, çdo traditë nëpërmjet filtrit të përsosjes sime. Shoh tani nëpër çdo gjendje familjare shenja të mundshme, struktura të mundshme presioni, dhe kjo vigjilencë ndonjëherë bëhet barr. Po punoj ta balancoj. Dhe nuk kuptoj, nuk do ta kuptoj kurrë plotësisht, pse bota vazhdon kaq normalisht, kur brenda kaq shumë shtëpish normale ndodhin gjëra si historia ime. Kjo padrejtësi e indiferencës së botës ndaj dhimbjes private, kjo akoma nuk ka sens për mua. Ndoshta nuk duhet të ketë. E lash për fund diçka private, diçka imja, diçka që kam mbajtur gjatë si dritë e vogël brenda xhipit. I dhash emër, nuk e di pse, ndoshta pse emri i kthen diçka abstrakte në diçka konkrete, ndoshta pse emri thot ekzistoje, ndoshta pse materniteti im, sado i shkurtër, sado i dhimbshëm, meritonte atë akt të vogël dinjiteti. E quajta Lira. Lira, liri, melodi, dritë e holl. Emër shqip me histori të lashtë, emri gruas që këndon edhe kur bota nuk dëgjon. Lira, fëmia ime i palindur, vajza ime e palindur, ekziston brenda meje si apnim dhe si premtim. Apnim se kishte bën reale, premtim se historia e saj nuk do të mbahet e fshehur, se nuk do të bëhet gabimi hishtuar tjetër brenda shumë gabimeve të hishtuara. Çdo herë që flas, çdo herë që shkruaj, çdo herë që ndaj këtë histori, flas edhe për Lirën, sepse ajo kishte zë para se të kishte gojë, dhe unë jam zëri i saj tani. Historia ime nuk ka fund dramatik, nuk ka shpëtim të fundit të minutës, nuk ka drejtësi formale, nuk ka ndryshimi mrekullueshëm zemre nga ana e familjes së ish-burrit. Jeta reale rrallë funksionon me atë elegancën e nënuplovës kinematografike, por ka diçka tjetër, ndoshta më e vështirë dhe ndoshta më e vërtetë se fundi dramatik. Ka vazhdimin, ka mëngjesin e radhës, ka kupën e kafes, ka të qast kur drita njër përmes perdes, dhe ti, për sekond, nuk mendon asgjë. Thjesht ndjen ngrohtësinë e diellit mbi dorën tënde dhe mendon, jam akoma këtu. Unë, Besa Dumishi, jam akoma këtu. Me plagët e mia, me kujtimin e Lirës, me mosfaljen time të pafërfunduar ndaj vetes dhe ndaj tyre, me gjitha pyetjet e hapura, me dinjitetin e fituar ngadalë, shumë ngadalë, me çmim të grandë, dhe me zërin tim, i cilin e kisha humbur dhe e gjeta sërish, dhe nuk do t'ja jap tjetër kujt për ta mbajtur në has. Nëse ke arritur deri këtu, nëse ke dëgjuar gjithë historinë, dua të them diçka të fundit. Çdo njeri që ka humbur diçka që nuk mund ta rikuperojë, di se jeta pas humbjes nuk është jeta e mëparshme minus humbja. Është jetë krejt tjetër, me dimensione të reja, me thellësi të re,
me kuptim të ndryshuar. Dhimbja nuk të bën gjysmë njeri. Dhimbja të bën njeri i plot, me historinë tënde të plot, me çdo gjë që ke përjetuar, çdo gjë që ke mbijetuar. Ti, grua apo burr, prind apo fëmijë, njeri me histori të ngjashme apo të ndryshme, ke vlerë të plot, jo sepse ke plotësuar pritshmëritë e dikujt, por sepse ekziston, sepse ke zë, sepse historia jote është reale dhe e rëndësishme edhe kur bota nuk e dëgjon. Dhe nëse ke ndjerë ndonjëherë se dikush ta mori zgjidhjen nga duart, ta mori lirinë, ta mori dinjitetin, ta mori të drejtën e vetes tënde, dua ta dish, e ke akoma. Mund ta të kenë fshehur, mund ta kenë shtypura, mund ta kenë bërë të duket si e pamundur, por ekziston, akoma, e jotja. Mos hiq dorë nga ajo. Shkruaje emrin tënd sot, vetëm emrin, si kujtesë se ekziston, si kujtesë se historia jote ka vlerë, si kujtesë se zëri yt meriton të dëgjohet. Dhe nëse historia ime të ka prekur, nëse ka diçka këtu që ke njohur si tënden, ndaje, jo sepse unë kam nevojë, por sepse ndoshta ka grua tjetër atje jashtë, duke dëgjuar, duke menduar se është vetëm, duke menduar se historitë si kjo ndodhin vetëm të tjerëve. Tregoj se ndodh, tregoj se nuk është e vetmja, tregoj se zëri i saj ka vlerë. Kjo është historia ime, e gjithë e vërteta e saj, e Besës Dumishi. Kishte një gjë që nuk e kisha vlerësuar mjaftueshëm para martesës, miqësinë e grave, jo shoqërinë e sipërfaqes, jo kafet e rastit dhe bisedat për gjërat e parëndësishme, por atë miqësi të thellë, të ndërtuar mbi vite, të provuar nga koha, atë lloj miqësie ku mund të shkosh me fytyrën pa make-up dhe shpirtin pa mbrojtje, dhe të dini se pranimja është absolute. Gjatë martesës, kisha neglizhuar ato miqësi, nuk me dashje, por kur jeta bëhet orë pas ore, menaxhim presionesh, kur energjia shpenzohet çdo ditë në atë luftën e heshtur të mbijetesës brenda shtëpisë, nuk mbetet shumë për gjithçka tjetër. Shoqet kishin telefonuar, kisha kthyer telefonata, kishim dal herë-herë, por kisha qenë e pranishme fizikisht dhe munguar shpirtërisht. Kishin ditur, gratë din gjithmonë, edhe kur nuk pyesin. Erja kishte qenë miqja e parë e vërtetë e jetës sime. E kishim njohur që nga shkolla fillore, kishim rritur bashk, kishin pasur atë histori të gjatë të përbashkët, që e kishin bërë lidhjen mes tyre ndryshe nga çdo lidhje tjetër. Erja kishte martuar para meje, kishte 2 fëmijë, jetonte 2 rrugë larg, dhe gjatë atyre viteve, unë dhe ajo kishim humbur ritmin e njëri tjetrit. Pas ndarjes, ishte ajo që kishte ardhur herë të parë me lajmin e saj të qetë si gjithmonë. Kishte sjellë ëmbëlsira, jo supa, jo gjëra praktike, ëmbëlsira, sepse Erja e dinte se herë-herë shpirti ka nevojë jo për ushqim, por për shije. Kishim ulur dyja në dysheme të dhomës së ndenjës, jo mbi kanapet, por mbi dysheme, sikur ishim 14 vjeçe, dhe kishim folur orë të tëra. Erja kishte dëgjuar gjithçka, nuk kishte ndërhyrë, nuk kishte dhënë këshilla të shpejta, apo nuk kishte thënë duhet të kishte bërë kështu, apo kuptoj, por mendoj edhe nga ana e tyre. Kishte dëgjuar dhe kishte qenë e pranishme me tërë veten, si dikush që di se dëgjimi i vërtet është dhurata më e rrallë. Kur kisha mbaruar, kishte marrë dorën time. Kishte thënë: "Besa, je akoma ti. E di se ndihet ndryshe, por je akoma ti." Kisha parë atë. Si mund t'i jesh kaq e sigurt? Sepse e njoh zërin tënd, kishte thënë, dhe zëri yt ka qenë gjithmonë i njëjtë, edhe kur s'flitje. Ato fjalë, të thjeshta, pa pretencion, kishin bërë diçka brenda meje, kishin hapur dritare të vogla, kishte hyrë pak ajër i pastër. Vera kishte qenë miqja e dytë, e kishim njohur në punë, vite më parë, dhe kishim mbajtur miqësinë me kujdes. Vera ishte tipi ndryshëm nga Erja, e drejt për drejt, me humor të thatë, me atë lloj ndershmërie që herë-herë pickonte, por gjithmonë ishte e pastër. Vera kishte ardhur pas 2 javësh nga Erja, kishte sjell verë të kuqe, sepse herë-herë vera e kuqe është gjëja e vetme e arsyeshme, kishte thënë. Kishim pirë dhe kishim folur, dhe Vera kishte thënë gjëra që askush tjetër nuk kish guxuar. Ardiani kishte zgjedhje Besa, e di që e do, e di që vuajti, por kishte zgjedhje çdo herë, dhe çdo herë zgjodhi familjen e tij mbi ty. Kjo nuk mund të falet lehtë dhe nuk duhet. E di, kisha thënë. Po, por ai ke lënë veten ta mendosh plotësisht, pa e zbutur, pa e justifikuar, kisha heshtur.
sepse shpesh gratë tona janë të stërvitura të zbusin dhimbjen e burrit ton, edhe kur burri ynë na ka dëmtuar. Kjo nuk është bujari, kjo është kondicionim. Vera kishte thënë atë fjalë, kondicionim, dhe kisha ndjerë se diçka klikoi, si mekanizëm i bllokuar që të çlirohej. Këto dy miqësi, Erja dhe Vera, kishin qenë dy ura të ndërtuar mbi gërmadhat e asaj periudhe. Ura nuk e ristrukturonin tokën, toka ishte ashtu siç ishte, e çrregulluar dhe e dëmtuar, por ura të lejonte të kalonte, të lvizje, të shkonte nga njëra anë e humbjes deri tek ana tjetër, kur jeta vazhdonte. Kisha mësuar diçka nga ato miqësi. Nuk duhej ta kryenta rrugën vetëm. Kisha menduar për shumë kohë se ngrutësia ishte forcë, ajo ngrutësia e gruas që nuk kërkon ndihmë, nuk tregon dobësi, nuk le tjetrin të shoh brenda. Kisha menduar se mbyllja ishte vetmia e maskuar, dhe vetmia, kur e mban shumë gjatë, fillon të ngjasojë normalitetin, dhe kjo është rreziku i saj i vërtet. Kishte qenë ditë e zakonshme. Pazari i mëngjesit, dykanet e njohura, korridori i ngushtë me stendave me perime. Kisha qenë duke zgjedhur domate kur kisha dëgjuar emrin tim. Ishte Valdeta, gruaja e Blorimës, kunate i zhburrit. E kisha takuar herëherë gjatë martesës, por kur thellë. Ajo kishte qenë gjithmonë e re dhe e heshtur brenda atij sistemi familjar, me sytë e dikujt që mëson ende rregullat e lojës. Kishim qëndruar 2 sekunda duke parë njëra tjetrën. Kishte ardhur hapësira e çuditshme dy grave që ndajnë histori të ndërthurur, por nuk e dinë si ta trajtojnë atë njohje midis atyre. Si e? Kishte pyetur ajo. Mirë, kisha thënë. Pastaj kisha shtuar. Jo gjithmonë, por shumicën e kohës. Ajo kishte buzëqeshur. Jo buzëqeshje sjelljes, por ajo buzëqeshja tjetër, ajo e njohjes. Edhe unë, kishte thënë. Kishim pirë kafe, rastësisht, spontanisht, aty afër bazarit. Kishim folur pak. Ajo nuk kishte thënë shumë për familjen. E kuptoja se nuk mund të thotë shumë, se ekzistonte brenda asaj strukture dhe fjalët kishin çmim. Por kishte thënë një gjë. Ata janë të njëjtë, por Blerimi herëherë ai dëgjon, pak, ngadalë, ndoshta gjërat ndryshojnë brenda njërit brezi. Kisha menduar ato fjalë. Ndoshta, kisha thënë, nëse dikush flet. Po, kishte thënë ajo me qetësi, nëse dikush flet. Kishim paguar kafen dhe kishim ikur në drejtime të ndryshme. Nuk e di nëse do ta takoj sërish, por ajo bisedë e shkurtër kishte pasur peshën e saj. Ato dy gra, dy histori paralele, dy momente të shkurtra ndershmërie ndaj njëra tjetrës. Shpresoj se Valdeta gjen hapësirën e saj. Shpresoj se zëri i saj gjithashtu rritet. Ka fazë në çdo rrugtim të dhimbshëm ku pyesim pse unë. Kjo fazë erdhi edhe tek unë, vonë, shumë muaj pas gjithçkaje, kur mendoja se kisha kaluar pyetjet e thjeshta. Por ajo pyetje kishte kohën e vet. Kisha pyetur, pse unë? Pse kjo ndodhi me mua dhe jo me dikë tjetër? Çfarë kishte në mua? Dobësia, naiviteti, besimi i tepërt që e kishte bërë mundur? Kishte qenë terapistja që kishte thënë diçka me vlerë. Kjo pyetje, pse unë, ka dy drejtesa. Njëra drejton nga faji personal, tjetri drejton nga kuptimi i rrethanave. Cilën drejtesë po pyet ti? Kisha menduar. Të dyja, kisha pranuar. Përgjigjja e fajit personal nuk ka bazë, kishte thënë ajo. Ti nuk ishe aty sepse ishe e dobët ose naive ose e gabuar. Ishe aty sepse kishe besim, dhe besimi është virtyt, jo defekt. Ishte sistemi që e shfrytësoi besimin tënd, jo besimi vetë që të tradhtoi. Po drejtimi i dytë. Ai ka vlerë, kishte thënë ajo. Kuptimi i rrethanave, kuptimi i sistemit, i dinamikave, i presionit, ta jep të dhënë për të ardhmen, jo si mbrojtje nga çdo gjë e keqe, sepse jeta nuk funksionon kështu, por si njohuri. Kisha absorbuar këtë, kishim vazhduar bisedën, por kisha kuptuar diçka të rëndësishme. Pse unë ishte pyetja e gabuar, pyetja e duhur kishte qenë, çfarë mësoj nga kjo? Jo si detyrë, jo si optimizëm i detyrueshëm, por si akti qëllimshuar i kthimit të humbjes në diçka pa humbur vetë. Gjatë periudhës më të errët, kisha lexuar shumë. Librat kishin qenë gjëja ime, kisha rritur me to, kisha mësuar botën fillimisht nëpërmjet faqeve, por atë periudhë kishin marrë funksion tjetër, kishin qenë udhëzues. Kisha lexuar histori të grash, jo si mësim akademik, por si bashkim i zërave. Kisha lexuar gra nga kultura të ndryshme, epoka të ndryshme, rrethana të ndryshme, dhe kisha zbuluar atë të çuditshmen, pavarësisht kohës, pavarësisht vendit, pavarësisht kontekstit specifik, kishte diçka të njëjtë. Kishte presionin mbi trupin femëror, kishte zërin e heshtur, kishte sisteme të ndryshme me emra të ndryshëm, por me efektin të njëjtë. Kjo njohje kishte qenë, çuditërisht, burim force. Jo gëzim, nuk mund të gëzohesh nga padrejtësia e ndarë, por forcë. Forca e gruas që e di se nuk ka qenë e vetmja, se nuk ka bërë gabim të veçantë, se ky nuk ka qenë problem personal i saj, por problem sistematik i botës.
dhe problemet sistematike ndryshojnë, ngadalë, me vështirësi, me kushtet njerëzore, por ndryshojnë. Historia e tregon. Kishte një libër të vogël, ese personale e shkruar nga një grua e huaj, nga kontekst krejt tjetër, ku kisha gjetur fjalit që kisha shkruar brenda ditarit tim si veta ime. Dhimbja private nuk është dhimbje e vogël. Dhimbja që nuk shkon në kronik, nuk merr titull, që ndodh brenda mureve të shtëpive të zakonshme midis njerëzve të zakonshëm. Kjo dhimbje peshon një lloj, ndoshta më shumë, sepse mbahet pa dëshmitar. Kisha qëndruar me ato fjalë, kisha menduar, dikush tjetër e ka shprehur atë ndjesi eksakte. Dhe kjo për mua kishte qenë njëra nga momentet kur u ndiva pak nga pesha. Kur mendoj të ardhmen, jo të ardhmen personale time, por të ardhmen e fëmijëve që po rriten tani, të vajzave të vogla që po mësojnë botën, kam dëshira të qarta. Dua që vajzat të mësojnë herët se vlera e tyre nuk matet nga biologjia e tyre. Dua që asnjë vajzë të mos rritet duke dëgjuar se gjinia e saj është mangësi, defit, zhgënjim. Dua që asnjë fëmijë, vajzë apo djalë, të mos mësojë se gjinia e tij ka hierarki të brendshme. Dua që djemtë të mësojnë se burrëria nuk matet nga kontrolli mbi gruan, mbi familjen, mbi biologjinë e tjetrit. Dua që djemtë të mësojnë se burri i mirë nuk është ai që plotson pritshmëritë patriarkale të familjes, por ai që qëndron me partnerin e tij kur kjo kërkon guxim. Dua që prindrit të flasin hapur me fëmijët e tyre, jo vetëm për traditat, por edhe për arsyen pas tyre, për historinë e tyre, për cila traditë nderon njeriu dhe cila e dëmton. Dua që brezat e ardhshëm të sistemit ton shoqëror, edhe familjet tona shqiptare, me të gjithë bukurinë e tyre dhe me të gjitha mangësitë e tyre, të çojnë përpara vetëm ato gjëra që ndërtojnë dhe të lënë prapa ato që shkatërrojnë. Por dëshirat nuk janë mjaftueshme. Ndryshimi ndodh kur njerëzit flasin, kur fëmijët dëgjojnë, kur gra si unë nuk mbajnë heshtjen. Prandaj flas. Ka gjëra që u thosha Ardianit nëse takoheshim sot, jo si akuza, jo si gjykim, por si të vërteta të pashprehura. Do t'i thosha, e di se ke vuajtur, e di se sistemi brenda të cilit u rrite kishte peshën e tij mbi ty gjithashtu. E di se kishte momente kur kishe dashur t'ishe ndryshe, por do t'i thosha edhe, vuajtja jote nuk ka qenë ekuivalente me timen. Ti ke pasur zgjedhje, zgjedhje të kushtueshme, zgjedhje të vështira, por zgjedhje. Unë kisha zgjedhje formale, por jo reale, sepse kushtet e zgjedhjes sime ishin konstruktuar nga sistemi juaj. Kjo dallim ka rëndësi. Do t'i thosha, dëshiroj të kesh mësuar diçka. Jo për mua, koha ime me ty ka kaluar, por për veten tënde. Sepse njeriu që humbet gjykimin e vet ndaj autoritetit familjes nuk fiton kurrë. Humbet gjithçka, respektin e vetes, integritetin, lirinë. Dhe do t'i thosha gjën e fundit. Shpresoj se ndonjëherë, kur e ke të qetë natën dhe mendon, bën pyetjen e duhur. Jo çfarë humbëm, por çfarë duhej të kishim mbrojtur dhe nuk e mbrojtëm. Përgjigjja asaj pyetjeje mund të jetë fillimi i diçkaje. Tani, kur gjithçka është thënë, ose sa mund të thuhet me fjalë, dua t'i kthehem asaj çfarë ekziston sot, asaj çfarë është reale dhe konkrete dhe e imja. Mëngjesit janë ndryshe tani. Kjo është gjëja e parë që vuri re pas periudhës e errët. Mëngjesit kishin ndryshuar teksturë. Dikur zgjohesh dhe pesimi i ditës ishte i parë. Çfarë presioni sot, çfarë vizit, çfarë komenti i ri, si ta menaxhoj, si ta navigoj. Tani zgjohem dhe ka moment, i shkurtër, por ekzistues, kur mendja është e qetë, kur trupi njeh shtrat si i sigurt, dhomë si e imja, ditë si e hapur. Kisha riorganizuar shtëpinë, gjëra të vogla, por me kuptim. Kisha ndërruar perdete, nga ato të rëndat e errta që i kisha pasur gjatë martesës, te perdete të lehta, të bardha, që lën dritën të fyj. Kisha vendosur bim, gjëra të gjalla, gjëra që rriten. Kisha vendosur libra kudo, jo si dekor, por si praninë e zërave të tjerë, njerëzve të tjerë, historive të tjera. Kisha bler piano e vogël, jo sepse luaj, sepse nuk luaj, por sepse kisha dashur gjithmonë të mësoja, edhe gjithmonë kishte diçka tjetër prioritare. Tani instrumenti qëndron aty, me çelësat e zinj dhe të bardhë, dhe herë i prek, pa metodë, pa mësues ende, vetëm me kureshtinë e dorës. Tinguj dalin të pakorduar, të papërsosur, por janë tingujt e im. Kisha filluar gjithashtu të shkruaj, jo vetëm ditar privat, por të shkruaj për të ndarë. Fillimisht kishte qenë e frikshme, ndjenja se po ekspozoja diçka shumë personale, diçka që bota mund ta keq kuptoj ose të gjykoj ose të shfrytëzoj.
por kishte ardhur momenti kur kuptova se frika e ekspozimit ishte pikërisht mekanizmi i mbajtjes sime të heshtur, dhe heshtja kishte qenë armiku im, jo miku. Kur fillova të shkruaj dhe ndaj, filluan të vinë mesazhet, nga gra kryesisht, nga gra me histori të ngjashme apo të ndryshme, por me të njëjtën ngjyrë dhimbje. Nga nëna që kishin kaluar në presion të ngjashëm, nga vajza të reja që po kalonin atëherë, nga burra, po, edhe burra, që kishin kuptuar se kishin bërë gabime të ngjashme me Ardianin dhe donin të dinin si të korrigjonin. Ato mesazhe kishin qenë atë lloj konfirmimi që nuk e kisha kërkuar, por kisha nevojë, se historia ime kishte arritur, se kishte prekur, se kishte bërë diçka të dobishme brenda botës. Ka diçka të rëndësishme që dua të ndaj, diçka jo vetëm për historinë time, por për rrëfimin vetë si akt. Rrëfimi, fakti i tregimit, i ekspozimit të historisë, i thënies me zë të asaj çfarë ka ndodhur, është akt i lirisë, jo përse ndryshon të kaluarën, jo përse detyron të tjerët të pranojnë ose të ndryshojnë, por sepse e vendos historinë jashtë vetes, e bën diçka të jashtme, diçka që mund ta shohësh, diçka që nuk ti kontrollon vetëm nga brenda, e fshehur, e errët. Kur mbani historinë vetëm brenda, kur nuk rrëfeni asnjëherë, historia merr pushtet mbi ty. Bëhet ajo gjë e madhe e errët në dhomë, e cila rritet me heshtjen. Kur e nxjerrni, kur e tregoni, nuk e ul madhësinë e ngjarjes, por ndryshon marrëdhënien tënde me të, nga diçka që të ka ndodhur dhe zotron, në diçka që ka ndodhur dhe ti ke mbijetuar. Ky kalim nga zotrim nga e kaluara tek pozicioni i mbijetuarit nuk është i vogël, është gjithçka. Prandaj duhet t'u tregoj grave që dëgjojnë. Nëse keni histori dhimbjeje, presioni, adrejtësie, humbjeje, gjeni vendin e tregimit. Nuk duhet jetë publike, mund t'jetë private, ditari, terapisti, miksja e besuar, letra e shkruar dhe mbajtur e sirtar, por gjeni vend, sepse heshtja e prolonguar nuk mbron, izolon. Dhe izolimi brenda historisë tënde, është vendi i rrezikshëm të banosh. Ka pyetje me të cilën kam mbyllur çdo sesion terapie për muaj të tërë. Pyetje e vogël, e rëndësishme. Si jam sot? Jo si kam qenë, jo si do të jem, por si jam sot. Sot jam mirë, me të gjitha nuancat e asaj fjale. Mirë nuk do të thotë se nuk ka dhimbje. Mirë nuk do të thotë se lira nuk më mungon, se nuk pyes veten herë se historia nuk rikthehet në ëndra. Mirë do të thotë jam aktive, jam prezente, jam unë. Sot kisha pirë kafe të mëngjesit duke parë rrugën, njeriun që kalonte me qenë, fëmijët me çantat e shkollës, pemën që po mzinte me të ardhmen e vjeshtës. Kisha ndjerë diçka si mirënjohje, jo mirënjohje artificiale, optimizëm i detyruar, por mirënjohje e vërtet, atë vojë që vjen kur e di se kishe mundur të mos ishe këtu dhe je. Sot kisha punuar, punë e mirë, me përqendrim, me gëzim të vjetër të ti. Kisha folur me Erjen, kishim qeshur, kishim folur për diçka tjetër plotësisht, kishim planifikuar darkë bashkë javën tjetër. Sot kisha menduar lirën, kishim menduar me dashuri, jo vetëm me dhimbje. Kishim ndjerë praninë e saj si dritë, jo vetëm si humbje. Sot kishim jetuar, dhe nesër do t'jetoj sërish. Historia ime, historia e Besës Dumishi, nuk është historia e gruas heroike, nuk është histori e triumfit dramatik mbi rrethanat, nuk është histori me moral të thjesht ku e mira fiton qartë mbi të keqen. Është histori njerëzore, me të gjitha kompleksitetet e saj, me dashurinë e vërtet dhe tradhtinë e saj, me presionin sistematik dhe rezistencën e lodhur ndaj tij, me humbjen e parikuperueshme dhe mbijetesën graduale të mundimshme. Është histori e gruas që u vendos ndërmjet dashurisë dhe dinjitetit dhe zbuloi, shumë vonë, por zbuloi, se dashuria pa dinjitet nuk është plotësi. Është historia e lirës, emri i dhënë post hoc, me dashuri, me trishtim, me pranim. Fëmijës që nuk erdhi, por prania e së cilës ka ndryshuar çdo gjë. Është historia e sistemit të vjetër, të ngulitur, të transmetuar brez pas brezi, që peshon gratë sipas gjinisë së fëmijëve të tyre dhe kurrë nuk e ndjen turpin e kësaj pesimi. Dhe është histori e zërit, zëri im, të cilin e humbja ngadalë dhe e gjeta ngadalë,
dhe tani nuk do t'a jap kurrë tjetër kujt të kujdeset për të. Ty, shikuesit e mi, lexuesit e mi, dëgjuesit e mi, ju kërkoj gjën e fundit. Nëse historia ime ka arritur te ju, nëse ka prekur diçka të vërtetë brenda jush, qoftë histori e ngjashme apo empati e pastër, ndajeni. Jo historinë time, ndajeni kujdesin, ndajeni hapësirën, ndajeni mundësinë e dëgjimit. Ka grua tani, ndoshta pranë jush, ndoshta larg, që mban histori si kjo brenda, pa hapësirë, pa zë, pa dëgjues. Jini dëgjuesit, bëhuni hapësira, bëhuni arsyeja pse dikush rrëfen. Dhe nëse je ti ajo grua, nëse je duke dëgjuar këtë dhe njeh veten brenda kësaj rrëfimi, dua të dish, unë jam atje ku ishe, e di si ndihen, e di peshën e asaj heshtjeje, e di si duket mëngjesit kur gjithçka vazhdon normalisht, ndërkohë që brenda jush diçka qan. Por dua ta dish edhe këtë, je e aftë, ke forcë, ndoshta të fshehur tani, ndoshta të shterura, ndoshta të harruara, por aty është. Gjëja e parë që bëri, fol me dikë, vetëm një person, vetëm një herë, dhe shih çfarë ndodh. Zëri yt ka vlerë, historia jote ka vlerë, ekzistenca jote ka vlerë, e plot, pa kusht, pavarësisht gjinisë të fëmijës tënde, pavarësisht pritshmërive të kujtdo, pavarësisht gjithçkaje. Shkruani në komente nëse dëshironi, shkruani e kuptoj nëse keni ndjerë diçka nga kjo histori. Shkruani emrin tuaj nëse dëshironi, jo emrin e plot, thjesht emrin, si kujtes se jeni këtu, se ekzistoni, se historia jote ka vlerë. Ndajeni këtë histori nëse mendoni se dikush ka nevojë ta dëgjojë, sepse ndonjëherë fjala e duhur në momentin e duhur tek personi i duhur mund të jetë ndryshe nga gjithçka tjetër. Unë jam Besa Dumishi, kam dashur, kam humbur, kam qëndruar, dhe akoma jam këtu, me zërin tim, me kujtimin e lirës, me plagët e mia dhe forcën time. Kjo është historia ime e gjithë e vërdet. Faleminderit që dëgjuat.